Casey Qerimi në Top Arena. Mirëmbrëma Casey, faleminderit, mirëmbrëma maestro. Shumë ka lezet ta fillojmë në një ditë të premte si kjo Top Arenën me ekipin kampion, kaçën e fantastikëve, ti bëj që qefin vetes. Me në krye Mateo Gori, i ndihmuar nga Francesca Rustem dhe Brikena. Dhe modestisht i suportuar nga Ed Manush. Mateo, si e mo? Shumë mirë Manush. Me shëruan përfundimisht? Me angazhime, jo i 100%, po prap tu do japim 200%. Brikena, ti të lutem na thuaj si je, do të thënë shëndeti jonë, është 100% sot shëndeti jot? Atëherë Manush, unë jam kështu siç dukem, jam shumë mirë, i falenderoj gjithë njerëzit që më kanë shkruar se ishin mërzit, ishin çaka Brikena, por jam shumë mirë, falenderoj gjithëve. Mos kujto se mërzit vetëm njerëz, do mërzitëm edhe ne këtu në studio. Ato si u ka mungu. O, Francesca e para. Dies. Edhe mund keni munguar shumë. Kështu që rrofsh e këtyr. Ti Francesca? E treta e vërteta, shpresoj jo unë. Thash, isha i sigurt, ka bërë agendën zonjusha, 40 ditë nuk lëviz nga Shqipëria, erdhi lajmi bomb që 1-2 ditë që kërkon një kompani e madhe atje. Kemi dhënë le, po do ka koder atyre. Manush, Lutem. kam një surprizë për ty, ose më saktë një surprizë për ne. Më kam bërë fansat i dhuratë, është i dhuratë shumë e bukur për gjithë ne. Letëm shketa ma i sërë. A, lehohet dhurata? Po patjetër. Ja. Më shkruajtën pak orë, para se të vija, edhe kishin këto surprizën këtu për ne, Po që ka Top një Arena. shumë me fruta dhe... që të na embëlsojmë pak. është të gëndër mbrëmje, Top sot. Arena aty. E do apo ta Jo, havet? jepja Brikenës ti Jo, dhe Brikena ta jep ty. Kjo do ishte më e ullës. Si do qoftë që ka... Ja, kjo është për mësyshin. Ta marrë dhe unë një për Brikena? Brikena? Ti do akullore kosa, s'kemi akullore. Na e sillat koshin pese. Atëherë i falenderojmë se fakt është merita jote. Janë fasat e tu, patjetër që ka Tash, sjellë për Manush, Top apo Arena. bëjmë 100-100? Si bëhet 100-100? 100-100 Ja, kështu? kështu. Oh, Mateo merdi mund ta Da bëj marrësh. 100 me gjithë. Ej, falenderoj fasat e Mateos që janë munduar për ne sot. Falenderoj ti Mateo. E hëngër ti ka shpejt? Nga do që shihet më. Po mundajmë apo jo? Bërthama do e flak pastaj në kosh plerash, mos u shqetësoni. Mos i fshini dur për Nga më vjen pantalonash. një zë, nuk e kuptoj, nga vjen një zë. Kush flet? Është Punun këtu. Po thoja mos i thash që shin mos i fshin dur minuta kështu. dhe rezultati dhe kush luan, nëse do fillosh për Është SBA Australi. Po, Minuta e 4. po. Ti lexoj formacionet. Formacion në Australi shpejt. 1 minutë, 1 sekond. Da e menjën. A më shpejt formacionin tani se s'kam Çati kohë. bëju një shkreti, nuk kam si Silenci. silenc. Trevo Fejzo me shpjet ulura shko me vrap atje si gjithë shqiptarët dhe ti mos Do u bë shkoj. kurnac. Ç'është ky Pse më? hapat Katarit don? O zotri, nuk e Jo, asnjë. ja e hapa. Australia, shpejt, hajde. E dua me fleks anglez. Patrick Beach. Beach? Beach. PH Beach. Mos e le mo Manush. Vazhdo, Po kështu tjetër. është burr. Vazhdo si është i Jordan Boss, Cameron Burgesis, Harris Sutar. Po me këte në mes e kanë gjithë? Vazhdo. Po me sepse mendojmë ne, nuk i Jemi, themi kështu zonat. Harris Sutar, Alessandro Circati, Jacob Italiano, Nishan Velipilav, Paul Oikon Englistar, Eden O'Neill, Matthew Lesiki, se di se shqiptohet, e Mohamed Toure. Bravo, Kosta! Atëre, nisi nga puna, bëjnë e gëzuar. Patjetër. Të gëzuar njërë me Kaiser, se sot kemi... Hajde gëzuar me Kaiser dhe mirë se keni ardhur. special. Shumë me zi po pres. Atëre, kemi edhe një mik special që unë mendoj që parë se të prezantojmë të ftuarit, ta ftojmë direkt atë këtu. Po patjetër. Ai është një dhe vetëm një. I madhit mëdhenjve. Presidenti i Republikës dhe i botës mbar, Donald Trump!
place. I love this place. Yeah. I love being here again. Hello. I'm gonna meet you. Hello. How are you? Si ke emrin? Zamira. Çfarë ke Zamira Kitën? Don, na ke munguar, Don. Ku ke qenë gjithë të ditë, na ke munguar. Everybody, hello, I love you. Oh, Matteo, hello. I didn't meet you last night, but Bricana, hello, how are you? Francesca, Lorenzo Yemini. Hello. Ti nuk do vish me mua në Amerikë, mora vesh apo jo? Do vje apo jo? Jo, nuk do vish. Sepse kam një problem shumë të madh me arbitrat. Që nuk I lejoj fare të futen në Amerikë, plus që ti edhe I korruptuar. Sepse Ancelotti të dha një puro dhe të korruptoi, për mua nuk më ka lënë dot. Pranova me Ancelotti. E pranove, more, futën gjep po. Stressinho. Oh my goodness. Duar trokitje për stresin. Hello, my friend. How you doing? Hey, no, you're my friend, you know? Because if you're Sally Berisha's friend, you're also my friend. Do të pres në zyrën ovale, në I takim më të bukur se që bëre me zotin Berisha. Jam shumë jealous, you know? Se, Stresi, I have a Ferrari, but sa herë që e nga Ferrarin tim të gjoj këngën nga gjami një Lambo. Wait, so Tony Superstar. Nga gjami një Lambo. Na, Zamira të atrokisa. Don, atere. Stresi, I like his name. In America, we call it Monday. Stresin e quajmë e hëna. Sepse e hëna është shumë noisy, you know? That's why we call Stresi. Yeah. Manush, nuk do të ri shumë gjatë sepse kam ardhur për diçka tjetër sot. Sot kemi një derbi, si që quani ju këtu në Shqipëria. Derbi, luan USA versus Australia. Dhe? Është njësoj si për shembull Berati versus Ura Vajgurore, or Saranda versus Delvina. Te Velena me Malia. Yeah. Vlora Zverneci, you know. Por kjo nuk do të thotë që nuk kam një surprizë për gocat Bricana. Me që ti nuk e pranove shallin tim, të dhuroj një trëndafil. Unë dua një çokoladë. Jo. Nuk të jap çokoladë sepse if I give you one chocolate, you give me 10 chocolates. So, nuk kam ku I fus. Ndoshta je ndjetë dhe nuk I do të dhe çokolata. Edhe për ty, Francesca, kam një trëndafil. Faleminderit. Bravo, Don. Për ty, Manush, kam një manushaqe. Give me. E kam në mendje, domethënë, do ta jap Marrje, një Donaldi. Do të shkoj tek miku im Costa. Komentatori I Amerika Australi, Donald Trump, ekskluzivisht për Top Arena. La. Që që kemi komentatorët në ndeshjes dhe mund të fillojmë punën. We support the US, that's the way we like it, we love it. We support the US, that's the way we like it, we love it, yeah. Çashko, kush e përkthen? Çashko. Kjo është mënyra se si e bëjmë dhe kjo është mënyra si na pëlqen. Atëherë ne jemi gati të fillojmë nga puna. Ma jep rezultatin Don. Don, rezultati. Më vjen shumë keq, jam shumë I mërzitur me Kostën. Gol. Sepse Kosta nuk e lexoi Gol Don. Gol Amerika, Don. Gol. Donaldo USA, gol. We support the US, and that's the way we like it. And you support the US, that's the way we like it. E shikoni se çfarë? Sa erdhe Donald, sa erdhe? E shikon çfarë guri mirë që jam apo jo, ha? Zamira, e shikon! Donald, you make America great again. Yeah, I made America great again me kohë. Si ishte aksioni, Done? Pe aksioni Qënë qepës. Done, pe Nuk e aksioni pash, sepse unë mendoja që Amerika ishin ata të verdhët. Make America great and leave Albania alone, please. Yeah, mendoja që ishin ata të verdhët, Amerika. Dhe prandaj nuk gëzova që në fillim, po Amerika që kanë me të bardhë. Oh, Duro, Don, mos e ngatro tani Amerikën në Australinë. Yes. Mos të fitojmë sot, e di çfarë do bëjmë apo jo? What? Do të marr ty, edhe do të bëj trajner të Amerikës. Yes? Yes.
Thank you, Donald. Thank you, Donald. Filloj pa vërtet. Ratojeni, Mateo, po si filloj nga puna, sepse vjen goli i parë në derbi dhe imagjinoni çfarë komentatorin e solli këtë surprizë. I madhi Donald Trump sot në studion ton. Bravo Don. Tani në qoftë se Donald Trump e prononcoi të filluarit, unë po vazhdoj edhe një herë një përpitje për stresin, me mbroma stresi. Lodja Nduro, mi mbroma. Luela Nitolli, mi mbroma. Lorenzo Mini, mi mbroma. Dhe ekipi ton di kundër përgjigjet. Fation Kuqari. Ida Nurçe. Avokat Ariani, pjesë e procesit tashmë. Ida. Ama sa të shoh ty nuk e di pse kam qef për një poezi. Po me që imi një entuziazëm të madh. Na jep një poezi për ndarje. I këndohet ndarje, i bëhet poezi ndarjeve? Ua, në gjitha poezit ndarje si bëhen. Serio? Nuk i bëhet lumturisë. Na bëj një Po punë. jem me fat se unë sot në mëngjes kam krijuar një poezi, Aha. po me që po e kërkon me ngulm, po ua lexoj. Hajde. Një melodi, maestro. Maestro. S'ka gjë më të rëndë se pesha e mungesës. Nuk di ç'të bësh ndërkohë që të shtrëngon në krah haror. Lotët të daljen pa vullnet. Të merret fryma. Malli të mbledh në krahët e tij e të zhyt në kujtime, biseda, foto dhe vende. Heshtja ta shtrydh zemrën deri në pikën ku të dridhen duart. Mungesa ka zhurmë. Aq të madhe sa ti të mos e ndjesh më veten, aq të ashpër sa ti të derdhësh në skutat më të errta të shpirtit tënd, aq të rënd sa ti të mos qohesh dot. Po aq shumë mungove edhe ti sot. Manush, gëzuar me Kaiser për gjithë njerëzit që i kemi humbur dhe për gjithë ata që i fitojmë. Gëzuar me Kaiser, gëzuar dhe mirë se keni ardhur sërish. Kaiser është pjesë e botërorit e pandashme. Kështu që marrim sa batuta nga miqtan për botërorin para se të kalojmë tek kronikat e para. Stres ti ke pas kose e gjitha gjend një urime për detyrën e re dhe tani e zyrtarisht politik. Po, patjetër, Tani zyrtarisht. faktën do është zërion atje, se ta dim numrin dhe dim ku të themi gjë. Dhe urime për vërtetë sepse ku ka më mirë se njerëz publik. Faleminderit. Si e ke kaluar këto ditë para të botërorit me angazhimet e tua më shumë me Jam marrë me albumin, me klipe që do nxjerr këtë verë, me datën 1 korrik, me që përfitoj nga rasti ju them që është kënga më e mirë këtë verë, kemi punuar shumë për këtë këngë. Edhe po e kam pa, unë jam me Francën, e kam djeg. Të tani ta prej. Po, e kam djeg Manush, sa herë që lu Francën, më në çfarë do lloj orari tjetë, kemi aplikacionet e tilla që mund ta shohim nëse jemi. Kështu që shpresoj të jetë Mbappé, pak influenca Mbappé apo gjithë ekipin? Francën e ke qenë. E njoh gjithë ekipin. Kam kohë që jam me të blut. Çfarë është kjo këngë re që the dohet më e bukur? Çfarë? Këngë verore. Po me hite është pjesë e albumit, po. Ne një fjali, vetëm një fjali. Një fjali na shkput nga refreni, një. Give me love, kena vibe, kena senet e njëjta, my only one, për ty, kërse dore. Stresi në Top Arena! Faleminderit Stresi, ekip të mirë. Lok, si e tonë kur si e kene, qa bëndi kur si e në Top Arena? Po ja, isha ndërkohë të gjukon në rjetë stresit, dhe sigurisht ndoqa dhe vetë stresin, edhe është gjë e mirë që se arti me sportin janë shumë të lidhur bashkë, edhe ku ka më mirë se një zë i artit që i di shumë më mirë gjithë problemet, do më thënë të artit, apo që heqin artistët dhe sportistët, t'jetë një zë i fort, sepse dhe vetë kryeministri Jon Rama ka qenë një artist, po tani do ketë dhe një opozitë fort, do më thënë si stresi, dhe mendoj që do ta çojmë përpara. Dhe sportist, artist, basketbollist, dhe ku ka më mirë që një opozitë dhe një i ri si stresi, do më thënë të çojnë çdo gjë, sportin dhe artin bashkarisht përpara. Nga pjesa tjetër mendoj që Amerika sot me këtë fitore na e gëzon dhe presidentin ton të nderuar Trump, që tashmë jam bërë shumë mik me të, sepse na ka ofruar dhe stolin e Amerikës, por unë gjithmonë dua stolin e Shqipërisë. Stolin e Shqipërisë, okay. Fation, do ta marrësh Duro. Për cilën Thank you, Donald. Unë mendoj se këtë vit jam me Argentinën, për arsye se edhe Messi tashmë është e ka dhe është e fundit që bën dhe besoj që dhe duhet ndihmoj dhe çik fati atë. Me këje ti djali, me këje? Argentinën. Ngushëllime.
Ta shohim se je aty akoma, ndoshta edhe hum sot. Mateo, Fationi. Mateo me kë është? Mateo ka pasur një moment në finale ku ngatron shokun e tij të ngushtë me Fationin. Dhe prandaj tash që Fationi. Ja që ndodhi. 4 muaj aty po humbi memoria. O zotëri, një gjë vjen nga Manushi. Dhe Manushi thotë se ka pa. Rëndësika që e kam kujtuar. O, kjo është më e rëndësishme. Jula, si e ndjek ti, edhe ti ke agent, edhe urime për gjërat e bukura që po bën, për këmbën dhe për çdo gjë, por jes shumë mirë. Jemi kënaqur që kemi sot këtu. Si e ke ndjekur këtë javë parë dhe ti kur ke pas pak për kë motiv ti në botror? Atëherë, shiko, do kisha dashur shumë, do ta kesh shijuar në maksimum të kishte qenë Shqipëria ose normalisht Italia, se është vendi ku kam jetuar shumë vite. Gjithë familja ime është atje, do me thënë, kështu që normal jam shumë e lidhur, por të them të drejtën, futbollin nuk është se kam ndjekur shumë. Dikur kur isha më e vogël, më pëlqente Milan ose Inter. Normal. Paka shumë, po nuk është se marr shumë vesh nga futbolli. Po shijon ndeshjet apo do të mësoj sigurisht diçka shumë më shumë. Me të gjithë ju këtu, kështu që do të rekrutojmë me shumë kënaqësi jam këtu sonte dhe do këndoj për ju, kështu që. Je në duar të shumë e kënaqur. Hajde na bëj një akapela çfarë dush. Hajde na futi çik çfarë dush. Edhe ne i gjë shumë ose e di çka kam qejf nga ato që bën ti, kur ishim këtë guximshmit, ke kënduar një gjë nga zona jote. Cila? Një gjë për Mirditën që këndove atë ditë që kishim Golden Gin. E ke parasysh që ishim atje ke Oroshi? Ajo është Shqipëria nëna ime. Më duket ajo. Ja të këndoj, siç këndove që nga atë këndove? Andoshta atë se më kujtohet mirë, po aty na emocionoi prandaj. Çfarë mund të këndoj? Mund të këndoj Kote fundit kam dëgjuar atë këngën. Hajde lujm qyçe komori shyre ti e kalle. Diçka tillë. Ne kam mësuar shumë. Jo, shumë mirë. Manush. Edhe më pëlqeu. E shijova. Nuk ja doli. Se, si është kënga? Sepse ti i the a capella, ajo s'kishte kapele. Don, si është a qyqek në anglisht, Don? Si e bëjnë amerikanët a qyqek? Oh, come on, qyqek, Maurice, you burn it, oh, sa Pascal, zet. Ida, ti me botrori? Ti po që e ndjek futbollin, Po mua më pëlqen shumë futbolli, ti e di shumë mirë që unë luaj pak. Ti luan dhe luan shumë mirë, po sot do bërë sa gjërat bukura në top. Jo, se jam marrë me masa. tak. Po këtë vit nuk është se e kam ndjek shumë, se nuk është Italia, unë jam me Italin, ose me Shqipërinë. Çfarë bën një tifoz italian kur i mungon skuadra e zemrës, se mungon dhe Italia dhe Shqipëria në këtë rast dhe skuadra jon? Për inat nuk e shohim. Fillove ti tani gjithë protesta. Avokat, ke 60 sekonda për të thënë në këtë javë të parë çfarë botrori kemi parë. Po një futboll të vështirë, siç e thamë ditë me Botror që ato oscilacionet e fillimit, sepse është formula që i favorizon këto mos impenjimet e forta, megjithatë është futur në shtrum kampionati. Ndeshja e dyta po vendosin kreun e grupit ose kush ekip do jetë i dytë i tretë. Është një formule ngatruar nga që ka dhe shumë ekipe dhe pak eliminohen, megjithatë është interesant gjithkohon. Është interesant sa që edhe këto ditë unë jam bërë çik smurë, është nga gjithë. Po çfarë bën me ndeshjen në orës 3? E shikon në mëngjes pastaj apo çoj, se jam kurioz. Po pjesë sa të mundem, pastaj shikoja highlightset. Mos zbulova që në orën 8 mund të kap ndeshjen në orës 3 se e përsëritur digital. Është shumë torturë, po që ti e di që unë për pasionin e futbollit në Top Arenën ngrihem mes natës edhe smurt jam, kështu që. Keni kurioziteti Mateo? Mateo, keni kuriozitet? Manush ndon se Amerika nuk është një shtet që mbahet për futbollin, ka marrë pjesë në botrorin e parë në 1930 ku ka dalë edhe në vend tret. Sot ju urojmë fitore Donald Trumpit. Don, the future of Albania, ja ku është? Yeah, thank you. I like you, you're a good guy. Manush që kam edhe unë një kuriozitet. You're a good guy. Se që po ndjej një tension këtu në studio, po vetëm Juela ma hesh të kuriozitetin. Juela, si janë marrëdhëniet midis teje, Brikenës dhe Mateos? Po? Unë mendoj korrekte, civile. Korrekte, si mendon ti Brike? Len si përgjigje? Jo, më duke mirë. Nga ana ime është korrekte gjithçka. Po edhe nga ana Brikenës. Unë e kam thënë që Big Brotheri është krye, i kam mbyll gjithë aty, kështu që kam respekt për ju. Unë për bile shikoj gjithë të mira. Mateo me që tu për mandemri. Unë ju uroj shumë sukses, se si Mateos si Brikenas. Nuk kemi pas asnjë kontakt mbas Big Brotherit. Ky është i pari? Nuk kemi ndonjë farë shoqërie, po ju uroj gjithë mirat, shpresoj të ketë sukses. Me ke këndin sot, mos e kemi Juelën këndin sot?
Ose ke me Juelën? Po, me Juelën dhe jo vetë. Edhe me Fationin. Mezi pres të asistoj tek nën presion Manush, imagjino çfarë pesha shka mbar. Bravo që ka vetë. Shiko Manush, për sa i përket Mateus dhe Brikenës, siç unë paga shumë e kisha parashikuar. Na ka marrë dhe madhi për kam dhe këngën. Unë do këndoj sot këngën, gjërat kanë ndryshuar. Neve na ka titulli apo jo? Të thot diçka titulli, që gjërat kanë ndryshuar. Më thot shumë gjëra. Pra, kështu që Juela, nëse don me dhes këngën tonë tu na përmend emrin. Kjo është kënga Elvanës, kjo nuk është kënga ime, kjo është kënga Elvanës. Atëherë mund ta vazhdojmë çik tekstin? Gjërat kanë ndryshuar. Kënga ime është detaj që do të këndoj unë. Gjërat kanë ndryshuar për mirë, le ta them. Bravo. Hajde, kjo është Elvi se kjo është Top Arena. E megjithatë, nisi me analizat, por si fillim një informacion rreth botës nga Brikena. Se mam ka marrë malli dhe ishte shumë e vështirë në fakt që të lexoj ato informacione. Atëherë, në fakt, Manush, një gjë e tmerrueshme që kam lexuar është se një tifoz gjerman i ka bën 28.000 kilometra, domethënë 2 vite, ka ecë për me ardhur te botrori për ta pa kampionatin e Gjermanisë. Domethënë ky nuk e di. Në rregull. Është një gjë e habitshme. Ka gjuar 2 vjet për të bërë këtë udhtim për ta? Po, fiks. Besoj det rekord. Pas ka marrë dhe avionin nër pasere. Don, të shoh sa bitur don 2 vjet ka ai. E kishte marrë dhe avionin. Çfarë do të thonë për 2 vjet deri në Shqipëri? 2 vjet kam dhe unë pushtet, kështu që everything could happen. Shumë personazhe të rinj në fakt na ka dhuruar dhe sjell botrori këto ditët e para, por si fillim Manush lejoni një herë t'ju jap këshillën e parë të mbrëmjes, sepse jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është akoma më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik, vizito atlantic.com/pikal nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do, pron, shëndet, makinë, plotso dona dhe shndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Atëre kjo kronikë ishte me vërtet interesante se ka personazhe të rinj. Cilat janë disa nga personazhet e Jemin? Që këto që për shembull kemi portierin Vozinjën. I pari është portieri nga 50 mishkoj 2 milionë 14.2 milion. 10 milion pas ka shku më thot Glendi. No, it's 15 million now. 14.2 kishte tani. 15 milion. Që nuk është i ri, është 40 vjeç. Ai është 40 vjeç, është pa ekip. Vlera e kartonit ishte 50.000 euro dhe pa pritur bëhet ero. Në fund edhe një histori tjetër, po me këtë portierin, se që nuk i lejonin të jemën të vinte për të parë. Po mori vizën pastaj pa. Jo, nuk është e vërtet. Do lajme fake, ne nuk lejojmë ty. Ato do ta marrim. Sepse kishte një garanci $150.000 për çdo person që duhet vi nga ai shtet, kështu që fake news. E po, shumicën e followers. Kush ka rënë sy tjetër? Avokat Bollti gati lojtari i ri që ka rënë sy në këtë botror. Normalisht është mesfushori i ri i Marokut. Buatia. Po, asaj mirë. Ai është i pari që ka spikatur në këtë botror dhe mendoj që do jetë për një kohë shumë të gjatë, domethënë se kesh atë qetësi dhe atë klasë që kishte Red Jubi e krahasoj me Pedrin këtu. Dhe përballë Brazilit dhe mesfushorëve me klasë më të lartë, më teknik, domethënë të kesh atë lloj përpunimi topi, qetësie dhe dirigjimin lojë, mendoj që do të jetë jo surprizë tashmë, po do të jetë një nga më të mirët e botrorit. Si ai Australis, lojtari me gjyrë për qeu shumë. Jo i Australis. I Kanadas. I Kanadas, po rast interesant ishte dhe lojtari i Ivory Coast, që ka një emër që pas ka vdekur motra 15 vjeç, dhe të gjitha, domethënë, dedikimet e kishte për atë, sepse një nga arsyet që domethënë ai ka shtyrë se është lojtar tani i Bundesligës, dhe lojtar shumë, kishte kartonin tani 50 milion euro, lojtar super lojtar. Dhe i kishte lënë Diamande është kjo që thotë. Diamande, bravo, se s'po më vinte, dhe i kishte lënë një amanet që nëse takon Cristiano Ronaldo gjatë ndeshjes, do ta kujtonte motrën e vet, të cilën ja kanë ishte vdekur në një klub, i kanë hedhur diçka te pija. Vetëm 15 vjeç. Kështu që ky botror na ka zbuluar histori. Ka elementri ka drejt të Franceskën në kronikën. Manush, Australia sapo shënoi një hydration break. Ça ishte fake news from Donald. Fake news Don. Ja takse. Hydration ç'është ka hydration break? Hydration break. Ujit break për të ftohtur. E ujit, avokat. Po këto që thamë është ky Baloguni i Shtetet Bashkuara që është lojtari i Monakos, janë lojtarë që gjithë do lëvizin ekipesh, është ai që i Freiburgut ky
me Gjermani që lozi dje me Zvicrën. I Zvicrës, sulmuesi i Zvicrës. Sulmuesi i Zvicrës janë gjithë për lëvizur, është Se tani ka dhe një merkato, është historia gjendësh në botror, ti e di se ç'a ndodh në çmimit e këtyre, ë? Diskutim unë ndjek edhe vetë kam në faqen time që i paraqes të merkatos, po akoma nuk është ndezur tamam, edhe Brazili ka lojtarë të rinj që i mban në stol, akoma është Ryan që los me burën e muth, nuk e ka futur akoma, janë lojtarë talentuar ose ky që ka pasur Real Madridi që ka në Lyonin. Ka lojtarë akoma që Henrik. Po ai akoma nuk është vërtet. Hajde shohim Brazilin nesër. Është gjithmonë ajo unë. Avokate, disi kemi sot? Ora është 9:30, disa jemi deri 12, kemi kronika Brazili, jemi vetëm për çef. Megjithatë, përveç hyjeve Manush, në fakt kemi pasur dhe polemika dje. Një polemik në fakt që ishte përpjesë ishte edhe Xhaka. Kur Xhaka gjithmonë që ka polemika, kishte dal Ibrahimovic Ibrahimovic i famshëm. Imagjino. Dhe kishte folur për Xhakën, i cili thoshte që duhet me patjetër t'ia linte penalltin lojtarit të ri dhe jo ta shënonte. Që të bëte 3 gol hat-trickshin e famshëm. Ka drejt Ibra? Manushte, kjo që thot Francesca, unë mendoj që Ibra siç duket i ka ngelur qefi që vjet në verë, sepse Xhaka ishte një nga synimet e Milanit vjet. Sa të vështirë ka emrin, aq që vështirë është edhe vetë. Se realizoi dot edhe. Tjetra është që ato që thot Ibra për egoizmin e Xhakës e leadershipin e tij, mendoj që po t'ishte Ibra vet, nuk mendoj që doja linte në idealit të ri për të goditur penalltin. Yeah, cheers, Duro, you're right. Yes, cheers Donald. Cheers, ka shumë të drejtë. Ibrahimovic nuk e linte kur penalltin kur ishte futbollist. Thank you, you have the good... Do ta përzën nga Amerika every time. Ai është mendim personali, më fal, ai është mendim personali Ibrahimovic dhe unë mendoj që nuk është për të marrë kaq seriozisht sepse Xhaka është lider dhe nuk ka ty s'janë për të bërë rekorde hat-trick sepse ai gol. Ekipi njerë. Aty duhet golovarazhi që trishi parë në grup se historia do golin e Zvicrës në raundin tjetër se për një gol mund të skualifikohesh, duhet edhe për golovarazhin. Sepse e ke ndeshja fundit këtu e ke zgjidhur hallën. Xhaka është gjuajtsi penalltive të Zvicrës dhe nuk do të ndryshojë tani për të bërë çoka se nuk kemi në habite me Ibrën që futundët në historisë kjo. Kjo është më e saktë që tha Jemini tani, gjërat saktohen që në fillim nga trajneri i Zvicrës, Murat Yakin, që nuk mendoj që i le gjë rasis dhe duke pasur një lider në mes fush, vetë pozicioni i Xhakës në mesin e fushës përpara mbrojtjes si një drejtues i komplet ekipit Zvicrës, sa deklacione jon kush gjyte penalltin kontot. Po i kemi gjyt nga pak të gjithë Manush. Po jo kontot në kush ka qenë i caktuar. Po ka gjuetur Skela i parë. Skela ka qenë i caktuar, po. Pastaj kam goditur unë, ka goditur. Sa di ishe? Unë isha i dyti në listë. A direkt mas Skelës? Po. Keni pas një debat që e merrshe topin? Ti në fakt ato ende kam pasur që në fillim, që në penalltin e parë që kam goditur unë, fatmirësisht luanim në Shkodër me Rusin, në 2003-shin, fatmirësisht kemi fituar një nga ato ndeshjet mëdha të kombëtares tonë, 3-1. 3-1 që fashëm në Shkodër. Dhe luanim në Shkodër. Dhe unë i thesha për herë të parë tek stadiumi ku kisha dal kampion para një viti me vllazninë e Shkodrës. Po e dim gjithë atë pjesë. Pas transferimit tim në Turqi. Shkodra akoma kampionat kujton. Fati e dote po, i 2001-shit. Dhe fati e donte që ne të fitonim penalltin minutë 16. Dhe faktikisht edhe vetë stadiumi, duke qenë që unë kisha luajtur aty, kërkonte emrin tim kor që të gjuaja penalltin, dhe faktikisht ka qenë të topi Skela edhe Igli, Tare, dhe në atë moment i kam thënë vetëm Igli dhe Tare, po kërkon gjithë stadiumi, tani lejeni topin, do më thonë që t'i bie unë kësaj penalltis. Fatkeqësisht kur jenë ato emocione Manush, do më thonë, jo, kam goditur penalltin, nuk e kam shënuar, do më thonë e priti portieri Rusis. Se bonat penalltia? Ovçinikov, fatkeqësisht. Po kjo gjë më bëri më të fortë dhe fatmirësisht, jo. Pas 4 minutash ka shënuar Rakli 1-0 për ne, pastaj shënoi Lala 2-1, shënoi dhe Tare 3-1. Jo, kam gjojtur prapë Francesca se në futbollit a jep këtë gjë, që ti rrëzohesh për një moment, por ringrihesh shumë shpejt. Dhe kjo është forca. Ora Juelin, e njofte Juelin? U njofem Juelin? Po, e njofta. Tani u takuat. Jo, e kam ndjekur pak edhe mbi. Jo, them kështu fizikisht. Fizikisht tani hera parë. Është një këngëtare shumë e mirë, po fatkeqësisht te Bigu nuk e di pse
kundërshtoje Brikenën dhe Mateon, se këta të dy të donin shumë. Filloi. Thjesht ta them nga sa ju kam ndjekur. Ata të dy të respektonin. Sot ju kam po ti ndoshta kishe strategjinë që ti bie më të mirët që të çohem vetë. Po tani shiko, ne bikun do ta vetëm. Këtë ta jap tani kam mbaruar. Ja dhe vetë përgjigjen. Çfarë pyetje do i bësh? Jo, prandaj po i them, do ishte shumë e mirë vetë si këngëtar. Jo, sot nuk më gjeni. Jetë shumë bukur si këngëtare. Bravo. Aty je pa përgatitur se sot ka marrë një eksperte çështjeve Big Brotheriste, kam Ida Nurçen. Dhe ajo demaskon gjithë këto gjëra, nëse kanë një gjë. Mos ma ngacmoni Uel. Gato demaskojmë në. Okej, ecim para me. Ecim para. Maestro. Ke kohë që ta sjell një muzikë të ndjerë. E di që dua një muzikë filmi, t'ja dedikosh stresit. Muzikë për ndarje. Ta ja 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 ja. Skënderbeu, ko? Ja ja ra ra ja ra 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 ra. Shin. Emrin ton, stresa, është të për ty. Ti shef që filmar shqiptar vjetër, ke digital vjet, ke atë kanalin aty ku shef të filmat? Po, kam. Çfarë filmi shef më shumë? Po, drama, aksion. Të filma shoh më shumë. Edhe unë vdes për këto filmat. Unë shoh si gjë lufte 100 herë kam. Kanal! Ashtu sikur se muzika Manush që ti e zgjodhe një perfekte, është në fakt edhe kronika e sotme për Neymar, sepse nuk është përzgjedhur për të vazhduar pra për të luajtur ndeshjen e tij të dytë në botëror. Në fakt do flasim për një pjesë jashtë fushës. Gazetarët, mediat nuk e kanë lënë rehat, e kanë ndjekur kudo. Më humbi numërimi 2.900 pound në ditë pagonte familje e Neymarit. Do të thonë Neymari për familjen e vet, kishin mbledhur gjithë. Se këto brazilianët e kanë si kulturta, që marrin gjithë fisin, s'pyesin për shpenzime. Po çfarë do pyesi për shpenzime ju Manush se na hoqë trurin. Ai ka të gjitha të përfshira. Po se bën një holandez që i ka gjithë lekët, nuk i bë këto gjëra. Si çfarë vile ka apo? 8 pishina, kanë kështu diçka kanë marrë. Statin që kanë vajt ata nuk i mendojnë fare pjesën e shpenzimeve Manush. Jo, te kjo ka drejt Manushi Fation, sepse brazilianët vet kanë çik dëshirë të dofrejnë dhe të kënaqen dhe të tjerët. Ka familjarët dhe shokët. Mani me historinë e Ronaldinhos, që nga aty u rënua pastaj ngeli pa lek, pra nejti ndodh brazilianëve vetëm kjo. Se ç'a bëjnë? Këta janë që kur i kanë lekët, ja fusin me tokë. Vjen një moment pastaj gjenden në vështirësi. Sepse krahason një brazilian elektricist. Po pra po, Neymar Manush është një nga, do të thosha unë, një nga 3 futbollistët më të mirë në botë. Domethënë pas Messit, Ronaldos, mendoj që duhet ishte Neymar. Po, ka qenë. Duhet ishte dhe pse jo dhe një herë fituesi topitar. I Brazilit është më i miri, me sa kam informacion. Ishte. Është gëlshënuesi më i mirë i Brazilit, është rekordmeni për numrin e ndeshjeve, i ka gjithë rekordet e Brazilit. Dhe realisht edhe gjithë populli. Sa është 2900 pound në ditë, sa lekë është shqiptare 2900 3 milionë e gjysmë lekë. Manush rreth 3500 euro. 3000 euro në ditë se kanë gjë madhe se na bën. Manush. 3000 euro në ditë ishte. Manush. O Bikela. O Manush. O Manush. 3000 euro shkote. Mos është minuti, jo në ditë. Ore Glenda, se 3000 euro është. Po se si mendon se paguan. O Manush, si mendon se paguan lekë ai për atë? Jo. Është me taksi puna jote. Po jo me taksi puna ime. Mbaj vetëm. Manush. Po numra se toqja. Influencer i më i fortë sot për sot Manushi. Por unë tras edhe ti ma djek batutën. Manush, se s'ja varë Kostës, Manush. Kosta sori dënë. Jemini do në të thoshte që tagu të ndjek. Dura. Manush, batuta i ishte, po t'ishte në lojtar shqiptar, s'do i kishte tregu askujt që jam aty për frikës se mos e majnë në sysh. Manush, unë do thoja që prapë është më lirë se sa në palasë. Është më lirë në Amerikë se në palasë, doni ka drejtu se do mbrojë Amerikën. Sidoqoftë, sërish Neymar në qendër të polemikave ka drejt Francesca, po akoma jo në dispozicion të Ancelotit.
Mateo? Thuhet se janë thashë theme ato që Carlo Ancelotti ka si justifikim faktin që po e pret na e marrin ta fusi për ndeshje të forta, pas e është i dëmtuar të këmbë djathtë tek pulpa, edhe ka akoma pasiguri edhe për ta futur tek ndeshjet e radhës, pasi dëmtimi është akoma serioz. Pra, sot e ka me Aitin edhe nuk është informacion është e sigurt, por sidoqoftë, a ka gjasa për rekuperim Mateo se ti po ndjek Neymarin? Gjasa për rekuperim ka, po akoma jo ke ndeshjet pasardhëse. Sot edhe nuk i duhet me ata ke grupi tjetër. Manush është rikuperuar plotësisht, është rikthyer në stërvitje, ka pasur edhe një ka pas dhe mungesa në stërvitje. Ka pasur përpara, tani është rikthyer, ka pasur edhe një diskutim të gjatë me Ancelottin në fushën e stërvitjes, një diskutim debat apo diskutim? Midis dy liderëve, jo diskutim, shumë të qetë, shumë të pastër, dhe mendoj që ndoshta sot nuk e nis titullar, por mendoj që Ancelotti do t'i japi minuta Neymarit për ta rikthyer, dhe me një fitore të mundshme të Brazilit sot, për ta bërë gati për ndeshjet që do t'jenë me eliminim direkt, pasaj pas grupeve. Atëherë vendosim çik rregull. Jo, ja pak Joela. Ja pak se do mbyllim me një këngë tënde, pa afro pak këtu. Një do të rrugite për Joelën njerë, që të nga ka arse. Ndërkohë që ti do na bësh atë këngën me të Elvanës bëket në mbyllet se pjesët para. Po, dhe këngën time. Po, në fillim do na bësh të se Okej, po. Kështu që ndërkohë që Joela bëhet gati, me duart rrugite shoqërojmë tek maestro i dashur, unë jap këshillat që janë më të rëndësishme në jetë. Ato janë vetëm një dhe një. BioCheck. Saksi, siguri, besim. Këto janë vlerat që na udhëheqin çdo ditë. BioCheck është laboratori akredituar dhe teknologjia është bashkëkohore. Rezultate të shpejta dhe cilësi e garantuar. BioCheck Diagnostic Center. Dëshirojmë të përmendni dhe pikat e tjera të BioCheckut, se u mora me atë të Pogradecit. E keni në Lundër, në Kashar, në Prenjas, Pogradeci që është aq i dashur, dhe shumë shpejt BioCheckun do e keni në gjithë Shqipërinë. Miqtë të dashur, u rikthye me pjesën e dytë me intervistën time vetëm kaq me Brikin. Dhe sonte kemi një ndër artistët më të mirë shqiptarisë, ai është Stresi. Stresi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Stresi, ti ke thënë gjithmonë se je bad boy. Ti sot, a ndjen veten më shumë bad boy apo good boy? Shiko. Gjithmonë e kanë njerëzit keq mendu, bad boy apo good boy. Bad boy është djali i prapt, në marrë në kontekstin që është djali i shkathët i prapt. Good boy, djali i mirë, po sonte mendoj që i kam pagat të dyja. Pagat të dyja. S'mund t'i ndaj. Unë mendoj që edhe ata që i thojnë vetës bad boy, në qoftë se din me i marrë me të mirë, bohen me shkujt ma good boy ever. Po. Ka është një sen që Stresi e bon pa problem, kurse Arkimedi e mendon 2 herë para se me bon? Gjithmonë nga ana artit, pa problem i kemi bo disat. Nuk i kemi pas problem, dhe me thënë, kjo është ajo pjesa që e kemi bo pa problem. Pastaj, po t'jem Arkimedi, normalisht që do e mendoj 2 herë. Nuk do hyja asaj rrugë, po janë gjona kaluse. Okej. Cila është një gjë që Stresi kish desht me fshi, një diçka që nuk kishe desht me kujtu, ose një diçka që thjesht kishe desht me fshi? Që e pendu? Të them të drejtë, jam pendu që kam qenë pjesë e Big Brother. Edhe pse ke pas një sukses shumë të madh aty? Normalisht, t'i vi mirë keq dhe t'i vi mirë kujdo, për mua është një eksperiencë që edhe nuk kam qenë vetvetja në disa momente dhe nuk do doja ta kthesha prap atë lloj misioni mrapa, po të kem diçka që ta fshi nga memoria ime, do jetë Big Brother, dhe mendoj që edhe ti ke kujtime që duhet t'i fshish aty. Sepse Big Brother është format që del pa nga vetja, apo nga gjitha e trysnie madhe, nuk jem mësu me karaktere të tilla aty. Mirë, për momentin e parë që hyj je njësoj me të gjithë bashkë, kështu që do kisha thonë që ajo është që jam pendu. Normalisht ka momente të këqija, momente të mira. Unë do isha jam pendu komplet. Por që unë mendoj që ato momentet e këqija të bojnë haloma të fortë dhe... Edhe momentet e mira, nuk është se kemi ndje, i kemi bo disa gjona dhe me zërë për opinion publik, kështu që të jesh Big Brother, përfundimisht, që jam pendu shumë që kam qenë aty. Kurse përsa i përket në i kangët, cilën kishte desht me fshit që nuk e gjenë sot vetën atë kangë që ke bo më parë. I kam fshi.
I ke fshi? Po, mund të kem fshi në kanalin tim në YouTube mbi 2-3 këngë. Normalisht pasi janë disa gjëra në muzikë që duhet bo, disa hapa, edhe i kam fshi. Po, nuk ekziston. A ka ndonjë këngë ku nuk është stresi, po është Arkimedi 100%? Po, patjetër që po. A kështë mujtë me nga cekë cila është? Arkimedi 100% është të këngët që i këndon dashuris, apo një ngjarje reale që ka përjetuar me atë vajzë, apo rreth eksperiencës time, dhe temi me një lidhje apo 2 lidhje që kam pas, edhe aty jam Arkimedi, domethënë. Okej. Ndërsa, për sa i përket anës profesionale, deshte me ditë, a ka ndonjë gjë trese, kemi pas të fundmi që i ke hyrë edhe politikës, a e kështë pas problem të ardhmen me imbaj dyat edhe muzikën edhe politikën, apo është një gjë që je fokusu të arshi edhe nuk do? Ajo është një hap serios që kam zgjedhur unë. Kam marrë iniciativën vetë realisht, nuk është se dikush të thret apo të shiko se je mirë këtë post apo hajde kandidoj, kam marrë vetë iniciativën dhe kam fituar me vota maksimalisht. Edhe primare është muzika, le të themi drejtën. Tani avash. A ndihesh i emocionuar për këtë hap? Patjetër që po. Ne rrjedhojmë nga një familje politike, edhe pse jo. Unë kam një pjesë, jam antar i Këshillit Kombëtar që do thotë merrem me të rinjt, mundohem të marr sa më shumë të rinj afër vetës, edhe po ja dal. Ne të urojmë shumë sukses, e dim që ti do ja dalësh sepse je shumë inteligjent. Për sa i përket lidhjes stresi, a është stresi xheloz në një lidhje? Xheloz. Shiko, kur ke një marrëdhënie të shëndetshme, edhe kur jemi një partnere që partnera mendoj që ka një objektiv të saj që do ta arrijë, marrëdhënie me punën, apo nuk ke pse bësh xheloz. Nuk jam aq shumë xheloz. Po tash një gjë që të kish bërë xheloz, nëse kishe pas një dashur. Xheloz, po tani veshjet ekstravagante pa partnerin, mendoj që normal që do bëhesh xheloz. Kurse ti je me partnerin nuk ka ndonjë gjë. Okej, ti je me ty nuk ka problem. Jo, s'ka problem fare. Stresi, a ka një emër dashuria jote më e madhe? Dashuria ime më e madhe ka 2 emra, Zoti dhe nëna ime. Bravo. Në fakt, me tregu drejtën, një gjë që unë e kam vlerësuar shumë ti dhe kam admiruar shumë ka qenë fakti që ti në çdo intervistë ke tregu se sa respekt ke dhe sa mbështesje me Kesin. Kështu që është një gjë që unë ta kam respektuar gjithmonë, edhe kisha dashur me ta bëj një duar tërkitje shumë të madhe, se të bën më shumë der. Faleminderit. Çka do i thoje Kesi tash live nga Top Arena? Çfarë është një gjë që doja thojë nëse është të na shikoj? Patjetër që ajo shef gjitha intervistat e mia, për mua ka rëndësi që ajo është shumë e lumtur edhe realisht kemi lënë këtë respekt. Edhe kjo më bën shumë ndije mirë, përderisa ajo është e lumtur, unë e shoh, unë jam më se i lumtur, që ta theksojmë edhe këtë, kështu që përveç respektit, asnjë gjë më tepër, kështu që kam shumë respekt për të. Edhe e përshëndes. Saktë përshëndesim shumë edhe Kesin, sepse ajo të kam mbështet gjithmonë dhe është treguar gjithmonë për krahase për ty. Është një pyetje tjetër që unë kisha dashur me ta bë, çka ju pengon me u rikthy sërish, edhe pse kjo pyetje mua nuk është se më pëlqen shumë, se unë mendoj që kur e ka shkruar Zoti me u rikthy 2 persona, herë ta bën kanë ju bashku rrugë, por ç'po ta bëj prapë se prapë. Dgjoj, gjithmonë nëse ke vënë re është mirë të lesh ide hapur, sepse kur nuk i dihet. Ashtu e mendoj unë. Shiko, ne meshkujt bëjmë gabime shumë se nxitohemi. Unë vi nga një eksperiencë shumë e madhe. Edhe i këshilloj që mos nxitohen. Duhet punë shumë. Por çka ju pengon juve dyve, pse nuk kthejnë ju dy bashkë sërish? Kjo ishte pyetja. Po mirë, nisa pak. Mendoj se po t'ishim më të rritur vendime që kemi marrë më të rinj, do ishim. Kështu që kemi qenë të rinj, kemi marrë vendime të pamatura, nga 2 palët. Jetës nuk i dihet kur. Jetës nuk i dihet, po aktualisht ndihem mirë me veten, jam shumë mirë, kështu që jam një djalë që jam në eksperimente sipër në kuptimin e fjalës, bëj jetën time dhe that's it. Okej, unë tash do të vendos para një zgjedhje. Nëse ti do zgjedhje me tradhtu partin ose me tradhtu të dashurën, këtë do zgjedhje.
Po, e dua një përgjigje këtu. Pa me du dyre nuk do të atrasoj asionë. Jo, e du një përgjigje. Asionë. E du një përgjigje, njërën për dyra. Shikom, ke bënë me një pozitë shumë të vështirë që parti nuk e trastoj kur. Dhe me thoni kështë e tradu më para të dashurën. Jo, thash, asë njërën nga këto dyja, kështu që janë dy pjesë që i dua shumë. Kufton? Është si mami me babin që s'më rëshme da. Bravo, kështu që, jo. Unë jam Arkimedi edhe për te politikës unë identitetin tim nuk e ndroj, kështu që më tanë parë vej dashurin. Kufton? Pastaj është partia dhe këto. Kështu që, unë jam besnik, njifën për idealet e mija, kështu që është një pyetje që asë nuk mund të kthej një përgjigje kurrën e kurrës. Të them një shembull, më ftuan në protestë dhe më thanë maj pankartën Rama Hamburg, Berisha Hamburg, dhe që të regosh që je me qytetin. Dhe thash, jo, kam pranuar që mos shkojnë protestë vetëm për mos mbajt atë parull. Kështu që shive qarë që... Përgjigje shumë e saktë. Po. Tashi, unë këshu jam, nuk jam si artistat e tjerë që kanë lëpisa me idege, janë stërmbulluar, unë jam atë që jam i mirë i keq deri në fund. Dhe ne të vlerësojmë për atë që je. Patjetër. Stresi, kam një pyetje të fundit për ty dhe deshta me të pyet, kur ka qenë hera fundit që ke thonë motër më fal? Hera fundit. Unë jam i rritur motrës time, nuk i kërkoj falje, se dhe ajo është i rritur, nuk po të kuptoj ku e ke. Në qoftë se ke kuptu ti e ka kuptu publiku, kështu që doja bëj një zemër publiku, ashtu si që a bëj unë. Motër më falë. Stresi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe të suksesen në çdo gjë. Faleminderit, edhe ti je shumë e mrekullueshme, të uroj suksese për mëtej, e meriton, ke treguar një vajzë shumë e maturi, kështu që tashmë një prezantuese shumë e mrekullueshme, kështu që bravo. Prej te vlerësoj akoma më shumë. Shumë faleminderit. Brikena dhe Stresi, mrekullueshme Brikena, Stres ti meriton një gjë në fakt, se nga në gjitha intervistat që ke qenë, ti meriton një gjë shumë bukur, sepse ke një raport me nënën tënde, special dhe gjithmonë në tua. Ti të e përshëndesim ato zonjë Krisnike nga studiot tona. Bravo, Stres. Brikena janë shqetësuar për derën e hapme. Jo neve, po na vjen nga sipër një shqetësim. Ti do e lije derën e hapme, na thon të pyesin ty tani? Ti do e lije derën e hapme? Manush, sot që nga koha shumë e bukur. Nuk e di, për ndihem koha që nga shumë e mirë. Koha që nga shumë e bukur. Do të dyert e hapur, le të bëj korrent nga gjitha anët. Manush, koha edhe njerëzit në studio, shumë bukur. Dëgjoj, Duro. Dëgjoj se çat këshillon Francesca Rustem dhe mos e haro kur. Sepse Dental Med Austria sjell një standard të ri në kujdesin dentar me shërbimin premium dhe profesionalizëm në çdo detaj. Në ambientet e reja super të kuruar në Lakeview, pacientët përjetojnë një eksperiencë moderne, të rehatshme dhe të personalizuar, ku çdo trajtim realizohet me teknologji bashkëkohore dhe kujdes maksimal. Dental Med Austria, aty ku çdo pacient ka mundësinë të arrijë buzëqeshjen hollywoodiane që gjithmonë ka ndërruar. Donald, çfarë ndodhi pjesë e parë? Na bëni një rezume. Ta përcjelli Mr. President sepse ka një fluturim shumë të gjatë për të bërë deri në Amerikë. Gështata në Paris, mos shkon atje presidenti? Manush, unë di të them kaq që sa po unë erdha, Amerika shënoi. Sa po Stresi po bënte intervistën, Amerika prap shënoi. Kështu që unë jam një augur i mirë. Faleminderit Donald Trump, tim shënim dhe në fund, të urojmë gjithë mirat dhe të presim në finalen e madhe në këtë botror. Me çfarë muzike largohesh ti? Ishim me mikun tonë portokallist në figurën e Donald Trump. Tani jemi live. Kosta, minuti rezultati. Është minuti
kanë mbaruar ndeshja, mo. Është pushimi, Manu. Pushimi ndeshjes, po. Sa është? Edhe ishte 2-0. Po tani sa mund të jetë bërë pushim? Tani është bërë shtrimi. Nuk e di çka kanë shënuar mrapa portës, po. Po 3 pra 2-0 pra se na lodhe kokën. Na trashë Kosta, do ta heq këtë kohë. Manush, Po 2-0 thashun. Diçka. Që ishim te intervista Brikenës, dhe ndërkohë që Brikena interviston të Stresin, unë në fakt po kisha bërë screenshot diçka dhe thash doja pyes Sidës sa të vi. Kam shënuar sepse tek Shizon Air Ida ka thënë. Në Shizon Top, po, se Mateo ka sensin e protagonizmit, por i duket se Niko ja ka marrë vëmendjen. E tani qarë do nga unë? Uria madhe Shizon Top, taf ku edhe pjesë dhe ti. Po tani thash, me që se jemi të intervista, tash po e bëj edhe bukur që e ka kjo. Protagonizm që ka Mateo, e ka sensin e protagonizmit, por duket se Niko ja ka marrë vëmendjen. Po Niko bukurore, Vendimi është i lirë, rëndësi ka që kjo pas ka ndjep protagonizmin tim. Jo kjo, se është mungesë respekti. Harrova emrin. Ida. E di shumë mirë emrin tim. Jo, nuk e di atë. U njifka. Kjo ka smoj. Tani unë do merrem, nuk do t'i jap rëndësi shumë sa gjë. Mund t'i harrosh. Po një miku nuk ja harroj. Diku që sapo e kam njohur, nuk mund t'i harrosh. Do të di emrin. Do t'ja mbaj mend tani, Ida. Punojmë në të njëjtin emision, është mungesë profesionalizmi. Në të njëjtin emision, punojmë në të dy? Po. Ti punon te Shizon Top. Po? Je opinionist, unë jam opinioniste te Shizon Top Club. Po s'do më thonë që unë ndjek gjatë gjithë kohës. Nuk do më thonë që jemi kolegë. I kemi zyrat e ndara. Okej, se na duhet vetëm paqe sot. Avokat, më bëj një rezume të pjesës parë se ishte duke parë me vëmendje. Edhe me Kloduron pastaj. Dominon Amerika në çdo drejtim, Australia nuk është ajo ndeshjes parë. Po, pra na bë përshtypje ç'ne kjo. Ekipet vend se janë gjithmonë si Amerika, si Kanada. Shumë e pastër, nuk ka rezistencë fare, nuk ka rezistencë australiane fare, është e pastër, do të thënë. Jo, pa. Do të thënë Amerika pa pengesa. Shumë fort. Sa larg shkon Amerika, Klodian Duro? Unë e thash që kur isha herës tjetër që gjithë ishin skeptik te Amerika, se nuk është sporti i parë, futbolli në Amerikë është basketbolli, hokej, nakull, futbolli amerikan. Por unë jam i mendimit që Amerika ka një ekip shumë të fortë, Manush. E tregoi ndeshjen e parë duke mposhtur lirshëm Paraguayn 4-1, po dominon sot derbin me Australinë, 2-0 fitore e pastër që në pjesën e parë. Sepse Amerika, duke ditur që botrori bëhesh në Amerikë, ka investuar shumë, ka ngritur nivelin si nivelin e klubeve. Domethënë të gjithë klubet amerikane kanë pothuajse të gjithë futbollistët më të mirë që kanë bërë karrierën në Europë. Ka marrë një nga trajnerët më të mirë në qarkullim, si Pochettino, Argentinas. Pensionistët merr. Argentinas me karrierë pensionist, po eksperiencën e kanë ata pensionistët që po thuje min, se për këtë aty fillohet. Europian janë, ja s'mund të thosh pensionistat. Po jo Pochettino, lojtarët që shkojnë. Jo, lojtarët që shkojnë. Për trajnerin fal. Po pensionist, po Messi është pensionist i parë që ka shkuar në Amerikë dhe Messi po dominon arenën e futbollit botror me 3 gola që ndeshën e parë me triplet. Jemin më mirë të arbitrimin, a e lërë në këtë që kemi lozur të futbollit. Jemin, këshill miqësore, nga që të kam mikë të mush. Jepi, duro, mos merr me Jemin. Jo, për batut po ja them se Jemini ndërhyn shumë mirë me këto. Me ndërprerjet edhe këtu në studio. Por Amerika është një ekip shumë i fortë, po e tregon dhe në fushën e lojës dhe Pochettino është një nga trajnerët më të mirë në qarkullim, jo më ka trajner fitues me Tottenhamin, fitues me Paris Saint-Germainin, i Ligue 1, dhe tani është në krye të futbollit të Amerikës. Dhe mendoj që do të heci Amerika, luan shtëpinë e vet përpara tifozërisë së vet, ka lojtarë që janë me peshë në klube në Europë, që të tjerët i quajnë lojtar mesatar, por për mua që e kam luajtur këtë futboll te kjo fushë e gjelbër, mendoj që McKennie është një nga mesfushorët më të mirë në qarkullim, një polivalent. Po mesatar. Mesatar, po që nuk pushon për 95 minuta në fushën e lojës, është një motor. Që se është sot në formacion. Po si është mesatar ku një mesfushor që vrapon pa pushim dhe shënon Amerika s'ka si yll, shënon me një logjik në çdo ndeshje. Pulisic është mesatar. Te Milani më poshtë se sa mesatar. Po si më poshtë, një nga sulmuesët më të mirë, që luajnë në Itali të paktën në këtë kohë. Po çfarë sezoni ka bërë si vjet? Nëse do të them tek ata lojtarët e ri Manush që po thonin, mendoj që ekipi surprizë i këtij botrori do të jetë Amerika, se ka një grup shumë të fortë.
Po, Klodi, të dy ndeshjet që ka bërë dhe me Paraguajin dhe sot me Australinë nuk janë test i vërtet që thuash këto ekipet forta që Paraguaji si ishte gjikun. Okej, Australia, vetëm ti them Jeminit, Australia mposhti Turqinë. Po si mposhti, ke parë ndeshjen? Pasër, 2-0. Po, 2-0 vetëm me dy aksione. Po, ashtu e ka taktikën. 20 goditje Turqia në fort. Po, këtë Australi Gjerafi Turqi, po e rreth Amerika. 20 goditje mbas 1-0, atëherë filloi edhe dominimi, e shnuan golin e parë. Ida se keni në paqe bashkë Fationin, të ndeshje, po shef çik ndeshjen ti apo më shumë tani sapo filloi, pjesë e parë, me pjesë e parë, krijohet një ide pjesë e parë. Tani unë nuk mendoj se Amerika quhet për futboll, kanë më shumë atë futbollin e vet, dhe më duket nuk më pëlqen fare që kampion botërori këtë vit mbahet në Amerikë. Se Po ne që jemi Europa, që jemi më shumë të futbollit, na prish shumë punë me atë orarin, se nuk i shohim dot ndeshjet në orën 3 natës. Ata të kenë futboll. Përveç asaj dhe pasat nuk e kanë atë zjarmin e Europës. Nëse nuk e shikon live, le të luajnë atë futbollin e vet na lënë. Po në Brazil, edhe në Brazil kemi probleme me orarin por të luhet në Brazil, se njësoj është. Dhe në Katar. Mirë, Brazili është gjë tjetër tani. Po në Brazil flashim me atë Se kemi buzësh në Brazil. Po Brazili është nga skuadrat më të mira. Braziliane? Mashkenada. Po. Maestro, falë pak se më ngasmove. Edhe me që jam me idën këtu. E diti që maestro jon është nga më virtuozët në bërjen e pianistit mbi oqean? Maestro, si e gati apo je? Ti e qanë, mos në bët plot, në bët 35-20 sekundë. Pianistin mbi oqean, për Zotin e Madh, shijoni muzikë. Është ai filmi. Po. Dhe do bëhet kolonë zanore. Bravo maestro. Okej, çaka Joela. Çaka. Çfarë po diskutoni? Për ndeshjen. Sa bravo është maestro, realisht. Shumë jashtëzakonshëm. Me qënë se jemi tek këto çrregullimet e orarit. Keni info të juja? Po patjetër, Brikena. Në fakt, Manush me tregu drejtën, aerosaku i Meksikës ka një rival, është një aerosak tjetër. Pse ka rejtë? Qofse mund të tregjem në qitë videon, është një aerosak tjetër i ekipit britanik, ky këtu, që ka marrë vëmendjen e gjithë skocez, do të aerosak skocez. Shimër t'je aerosak skocez. Ky është Donny the Duck. Donny the Duck. The Duck, o Brikena, the Duck. Ora, e dim se ka rënë trëndafili. Okej. Me qënë se jemi këtu ku jemi, ta the dhe unë informacion për norvegjezët, sepse mënyra se si fistojnë tifozët norvegjez në varkën vikinge, është bërë virale kudo, dhe kjo video në fakt është shkuar deri në Parlamentin e Norgjisë. Deputetët e te kanë bërë të njëjtin gjest. Po kjo që është shumë e bukur. Sen? O stres. Ne mbaqim ritmin da bëjmë YouTube. Ne mbaj ritmin ti mbaj ritmin. Kosta! A i marru zuri gjumi prapë. Po zgjohë mëre. Maestro, në mbaj ritmin ti. Hajde, gati. Në mbaj ritmin. Kosta ka pirë një 10 bira dherë tani. 1, 2, 3. Ne kemi për pushim pa po dha se ti duke ndryshe. S'ka shku në Anije këtë javi atyre rema. Duke ndryshe, nuk e di këtu si në Anije. Me zi po pres momentin e intervistës të me Mateo, se disi që kjo ma vetëm për... Jo, unë jam Ky bën fitness Manush. Ky s'ka ankesa për ushtrimet. Ka pas gola në pjesë Franç. Ida në fakt përmendi oraret e çrregulla në mëngjes, dhe në fakt ne kemi pasur 2 ndeshje në orët e para të mëngjesit, ku patjetër kemi pasur dhe një skuadër e cila është kualifikuar. Në këto 2 ndeshje të zhvilluara, gjithashtu dhe rezultatet kanë qenë këto: Meksik, Kore e Jugut 1-0 dhe Kanada, Katar 6-0. Duro. Po, Meksika është ajo që kualifikohet. Po, Meksika është e para që kualifikohet,
një Meksik e fortë do të thoja unë, që të dy ndeshjet e ka fituar pastër, domethënë me rezultat pastër 2-0 dhe 1-0 dje. Luan në shtetin e vet, në fushën e vet, përballë publikut vet, është një nga organizatorët e botrorit. Edhe në lartësi e ndjen më pak se është në lartësi luan Meksik, ha? Në lartësi, 2800 metra. Luan lartësi dhe 2 metra mos gaboj. 1800 metra. Po, dhe në stadiume Manush 2800? Ua, që ka dhe më vështirë për rivalet. Më fal, Klop. Dhe në stadiume që e përkrajnë shumë, që janë plot për plot, domethënë Meksika është e para, ka një ekip do të thosha unë të fort që e kontrollon mirë ndeshjen dhe nuk i le asgjë rasis, edhe dje pavarësisht se vuajti, por arriti që të fitoj dhe të kaloj të kualifikohet si e para. Tek ndeshjet e tjera, domethënë Kanadaja është po e njëjta gjë, është vend organizator, edhe dje fitoi pastër, domethënë me një rezultat thellë. Gjëja që të le përshtypje është rikthimi i sulmuesit kryesor Jonathan David, sulmuesi i Juventusit, që nuk ka pasur një sezon të mirë tek Juventusi, por gjithmonë te Kanadaja shpërthen dhe nuk është pak që të shënosh triplet. Pra, Meksik, Kanada, Amerikë, duket sigur jemi me nivel të mirë të treja? Të tre organizatorët nuk po i lejnë gjë rasis dhe po i fitojnë ndeshjet e tyre. Po kush është pak më golit tre? Kush ka i gjë më plus? Se pa Kanadan, pa Meksikën, po shohim Amerikën. Si varet si ekip i bukur është Amerika, po si ekip solid, mua më duket Meksika, nuk ka shumë hyje, po është e fortë. Solide në mbrojtjen mes fushë, nuk lejon asnjë rast. Me vështirësi shumë fitoi me një gabim të portierit të Koreas. Meksika. Po pra, e thamë është e vështirë, po që Korea lojën. Ja jemi duke parë ndërkohë, ja jemi duke parë. Një gabim këtu vendos. Jo, e tham sepse vet Korea është një ekip i fortë, ëh. Është janë ishim të fortë. Që udhiqet nga son me super eksperiencë. Luan Amerikë, ajo Amerikë që tham që shkojnë gjithta futbollistët me eksperiencë. Jo, Korea është e fortë tani, Korea dihet që është e fortë. Po kanë shumë e fortë. Kanë edhe një ekip shumë i fortë. Edi kanë edhe grup të lehtë, po ta shikosh, edhe Amerika. Amerika, Australinë në grup që ekip tani grup të lehtë të fortë po kuptojmë kush është. S'do të thoj atletë se është dhe Turqia, që pritet të luajë sot dhe nëse sot ajo nuk fiton. Po Amerika po bëri 2 fitore mbaroi punën. Po kualifikohet. Po është Turqia dhe Australia, sepse Australia e kanë poshtur Turqinë. Ishte fitore surprizë. Turqia sot është në presion për ta fituar ndeshjen e vet. Turqia me kë luan? Turqia luan me Paraguay. Me Paraguay. Ka me Paraguay, po, dhe nuk e ka të lehtë. Nuk e ka të lehtë, se Paraguay nuk mendoj që dorëzohesh kaq lehtë në Kupën e Botës. Po, është vërtet. Do t'i bëj se luan në Amerikën, domethënë latine vet Paraguay, është më afër se Turqia tek organizatorët, kështu që mendoj që do të jetë ndeshje shumë e fortë. Dhe grupi është i hapur, ky grup. Okej. Pavarësisht rezultateve, kemi pasur dhe një polemik dje në ndeshjen Kanada-Katar, ku një nga lojtarët në fakt është dëmtuar vërtet të rënd, duke thyer edhe këmbën. Lorenz, pse ka shumë kartona të kuq? Ajo në fakt, ai rasti vetëm për polemik nuk është, sepse rasti ai që rast aq i çuditshëm se edhe polemik sepse ka pasur pasaj dhe të dy ekipet filluan në përplasje verbale. Ja po ta kemi në ta shikoni dhe faullin se është aq i lehtë. Ajo në atë rast do duhet të japim se është e tmerrshme. Edhe ora është tavan. Po faulli është krejt normal për mënyrën se si u thye aty këmba. Sepse nuk ka ndonjë ndryrje e ashpër apo. Po jo, ka drejt Francise kur thotë një botror ky si të qoftë me shumë të kuqe deri tani. E ke pas sa kartona të kuqe nxjerr? Po dhe kartoni i parë, domethënë 3 kartonet e kuq u morën te ndeshja e parë hapset e Meksika, që pak a shumë të treja ishin përveç një, po. 6 kartona deri tani, ëh? Janë disa kartona që janë të pashmangshëm. Për shembull, ky këtu që i dha, ky nuk është karton i kuq faktikisht. Ky që mori te ky lojtari. Se kjo ndryrja e këtij është krejt normal. Madje ajo që ra në sy këtu, është se si lojtari i Katarit, ai që shkaktoi faullin, ai ishte i shokuar komplet dhe po qante. Ishte gati sa ti thoshte arbitrit, ore, më nxirr me karton të kuq se i dha të verdh. Dhe nuk po rrinte dot në fushë. Dhe për mendimin tim ka gabuar që i dha të kuq. Se nuk ishte faull për karton. Jam me ty e mirë sepse ishte një rasti fatkeqësisht. Komplet ajo ndodh një herë në 1 milion që të thyet ajo që më bëri mua përshtypje se bëri mirë Francesca që ndaloi te ky rast, se kjo ishte ajo gjëja më e vështirë e natës së djeshme, sepse realisht më e vështira botrori do jetë sepse ai gjori diçka e tillë një futbollist. Edhe ku e gjeti kurajën e pesi me këmbë në thyrje apo dhe kështu. Tani dilte nga stadiumi pas. Ishte rasti që dhe ai vetë u habit. Patjetër ishte i shtrirë në tokë dhe në momentin që ngre kokën. Kjo është e keqja ndonjë ku sa merr mendja. Ore maestro, më bën një muzikë që të zgjon nga gjumi se ka 1 orë që flet. Ka mundsi trombe.
Mos i ço më birë, Manush. Mos i ço më birë. A ka mundësi false në preva, Klodo, po? I keni serioze këtë? Në sa minuta kemi këtë pjesë, Francesca? Po s'kemi gaj shumë sa për na zëngjume. Zuri ma. Për ta mbyllur, tek këto 2-3 minuta fundit, një fjali. Se si është futbolli. Patëm pjesë parë folëm për rastet që u bën portieri Vozinja i famshëm, kurse ky lojtari Kone, që ishte nga lojtarë më premtues i Sassuolo, dhe do bente, ishte gati duke u shitur tani në një ekip shumë të madh dhe do kthehet mbas 6 deri në 9 muajsh me të dëmtimin. Domethënë ana tjetër e fatit keq që po na ofron ky botror. Fatkeqësisht e karriera e futbollistëve, Manush, to janë ato dëmtimet që nuk duhet të ndodhin, domethënë se lën gjurmë tek futbollistët. Ishte edhe një ndeshje dje që u luajt, Manush, dhe Uzbekistani me Kolumbin, edhe Kolumbia arriti që të fitoj përsëri, domethënë dhe tregoi forcën e saj me Uzbekistanin, që nuk u dorëzua, domethënë arriti të luante shumë mirë, siç e tha dhe trajneri vet italiani fituesi i Kupës Botës Cannavaro. Dhe një nga gjërat që po Kolumbia është skuadër që mund të jetë surprizë interesante, ëh? Kujdes me Kolumbia. Dhe një nga gjërat, Manush, se te Kolumbia përveç futbollit dhe golave që shënoi dhe fitoi ndeshjen Kolumbia, ishte se në mes të tifozëve të Uzbekistanit spikasni një tifoze kolumbiane, një nga më të bukurat e këtij botrorit. E fokusoi kamerat amerikane. Klodi ka pa ndeshjen dhe ka pas kohë. Po si se kemi foton e kësaj? Manush e zjati ka shumë u thash çfarë do thoshte. Po e gjitha për këtë pas ka qenë. Ma gjeni foton dhe të lutem produksionit të kontaktoj vajzën dhe t'i thot Klod Duro në Tiranë, nëpërmjet rrjeteve tona sociale, po të kërkon për të njoftur. Është në Amerikë, mu. Ka gjë që se realizion top channel? Jo gjitha, jemi në Amerikë, në Zelandë mo dush të çojmë. Çdo gjë është Manush, nëse do lose Shqipëria, diet kush do i kishte tifozët më të bukur. Tani, Mateo, për ty ka këtë ndërhyrje. Se ti merresh me palestër. Si çfarë ndërhyrje është kjo? Por deshe mori kameraman me vete. Ai ka gjyt me girë. Jo, kjo që ndeshë Uzbekistan me Kolumbin, si ka shkuar. Shive kameramani gjora atje, shive. Opa. Te morën me ambulancë apo shiko. Si u këm atë? Si u këm ai? Morën me ambulancë atë kameraman. Po sigurisht se si një lojtar profesional është, si mund të shkosh ashtu ti. Ky është ai Manchester City Kuzanovi. Po mirë, kjo ndërhyrje është shumë e ashpër tani po e shoh. Por për çfarë bën atë faull atje? Po i është pa pas lloj arsye. Mirë, ai është ndërhyrje, ai nuk e di. Pozicioni ndërhyrja ishte dulësri kameramanit. Keqi kameramanit që u gjet në vendin e gabuar në momentin e gabuar. Jo, pozicioni kameramanit, çfarë lidhje ka? Po jo, në momentin e gabuar. Ky është heroi botrorit. Atëre, kurse tek ajo Manush që tha Mateo ka plotësisht drejt. Për kë? Se në gjithë që tha, nëse do të ishte Shqipëria në botror, ne do kishim vajzat më të bukura në tribuna. Pse? Sepse gjithmonë në gjithë evenimente. Nuk i sekond botrokasin me botror. Imagjino një tribun me mua me Armela me Brikenën. Kupton ti ç'bëhet apo jo? Me ju të tre në tribun. Me dy brune dhe një bjonde. Ç'a do bote Klod Duro amerikan? Do shifte Shqipërinë apo do shifte tribunën? Kjo do ishte ajo dilema, sepse nëse do të ishte Shqipëria, mendoj që Brikena, Francesca do të ishin në stadiumet e Amerikës tashmë. Ka qenë një pamje në Francë, duke i intervistuar dhe duke folur nga Amerika live. Ma men që ka qenë Rike Roci para ca vite që atë? Francë 2006. Ajo mori gjithë vëmendjen në atë moment, prandaj e thash. Bërë shumë mirë, po tani dëgjoj edhe një këshill, dëgjoj edhe këshill fundit para se ti ikish. Në jetë si në sport ndonjëherë të duhet momenti i duhur për të bërë lëvizjen e radhës, por ndonjëherë të duket sikur diçka të ndalë, ndonjëherë të ndalin dokumentet, ndonjëherë parat, por ndonjëherë edhe koha. Pikërisht për këtë ka menduar dhe Otopo Bank me kredin konsumatore, financim deri në 3 milion lek deri në 10 vite, më pak komplikime dhe më shumë mundësi për të realizuar planet. Merr tani kredin konsumatore nga Otopo Bank. Maestro, e kemi një këngë gati me këngëtaren Mikël që na ka ardhur sot, apo kemi me Juelin? Atëre, me Kesin, kemi diçka me Kesin gati? Atëre më vonë. Maestro sot ma shtyni çik më vonë dhe bën mirë sepse ora është akoma për shquar ndeshjen. Ne me një dorë trokitje të madhe përshëndesim mikun ton Stresin që kishim sot. Stres, eja. Të falenderoj me zemër që gjete kohë, si ti e kja gjendën full. Ne jemi live, ora është 10:20, jenë koncert sot Gjikundi? Po, u knaqa shumë ju pres gjithve sonte në Magic Club. Sa i mare, sa i mare reklamës. Stresi do shumish, me të përgjit e përsjerit. Publicitet që ndërëmin e ne, pjesën tjetër, sërish tu me surpriza. Ja, dhe momenti nën presion me Mateon. Më thuaj sa rezultatit e një Kosta?
Vazhdon 2-0 për Amerikën. Minuta? Për Amerikën, minuta gati 71. Tani ti do ndërhysh vetëm në rast se ka gol. Goli është përparësi absolute. Mateo, je gati ke Fationin dhe mikeshën ton Juelën aty? Gati për presion. Nuk e di çfarë. Të duhen këto. Tira ti kemi për Juelën. Më duket se Mateo dhe Anxhiri të gjithë natin Juelës tani. Mos ta exagjerojmë. Jo, Fationi s'kemi natë. Unë nuk ushem me natë. Unë ushem vetëm me të mira. Juela, di që ka këtu? Vetëm dashuri. Vetëm dashuri. Edhe presion. Edhe presion. Dhe marr momentin. Mateo, të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd dhe më bëhet shumë qefi për ty dhe për Brikenën normalisht. Faleminderit. Shumë urime. Faleminderit. Tani çfarë do bëjmë me këto? Juela do kthej përgjigje, ti do bësh bërbes. Po që kanë të rënda. Ndërsa Juela thjesht do mbash momentin që Fationi përgjigje, thjesht do mbash girat këtu lart. Ua. Është pak e vështirë, po hajt. A do të Fillon Fationi me bërbes, ndërkohë. Ta shpjegoj çik, domethënë çohem. Okej, e kuptoj. Hajde Mateo Bori, ktheu ke versioni i parë. Jarr Fationi. Po, më ngadalë se do na lodhesh. Do gris këtë. Juela, ku ka qenë era e fundit që ke bërtitur, duke qenë se në pikë mbashe për zërin tënd kumbues. Unë nuk bërta skur. Jam qenë shumë e keq kuptuar në big. Më kanë keq kuptuar, unë nuk bërta. Ka qenë mikrofoni shumë i lartë. Fation, si do ta konsideroj veten? Një djalë romantik apo playboy? Romantik në heshtje. Romantik në heshtje. Vazhdo. Uli. Çfarë do të thotë romantik në? Meqense në Big Brother të kishin identifikuar me Rogerta, si të njeh publiku tani që ke dalë jashtë. Atëherë në radhë të parë, këtë fjalën Rogerta mund ta heq një herë e mirë. Emri im i dashur është Juela, kështu që është emri që më ka vënë familja ime, mami dhe babim. Këngëtarja Juela Nikole. Emri Rogerta i dashur nuk ka ekzistuar dhe nuk do të ekzistojë kurrë. Në rregull. Vazhdojmë girat. Juela. Fation, ke marrë ndonjë jo që të ka vrarë egon ose të ka therrë zemrën? Të më vrasi egon, sigurisht që jo, po që ka marrë jo, çdo kush jemi në këtë studio dhe që po na shikojnë në ekrani kanë marrë pafund jo. Që ta ka vrarë zemrën. Zemrën shiqyr zoti se kam vrarë kurr, kështu që jam mirë në këtë fazë. Shpresoj mos e vrasim ne herë. Faleminderit. Vazhdoj. Patjetër. Do ta ulim. Meqense ke pasur një shoqëri shumë të mirë me Rogertin dhe me Mirën. A vazhdon kjo shoqëri dhe jashtë? A jeni takuar? Shiko, ne në fillim kemi patur shoqëri të mirë dhe unë e ti. Pastaj Nuk po flas për ne, po flas për Mirën dhe Rogertin që ke pasur shoqërinë deri në fund. A jeni takuar mbas bigut? Shiko, unë me të gjithë mbaj një raport shumë korrekt. Nuk je takuar domethënë. Po, jemi takuar. Po. Fation. A mos e tani do më sugjerosh dhe përgjigjet ti mua. Në takim me ndonjë vajzë të showbizit që ne nuk e dim? Kam dalë sigurisht, po përderisa nuk e dini, nuk do ta dini. Po na jem. Nuk do ta dini. Okej, vazhdo. Vazhdo pyetjen. Vazhdo. Ulim. Me Livian thuhet se nuk flisni dhe keni ndërprerë kontaktet, nuk jeni më shoqe në Instagram. Çfarë ka ndodhur? Se di, fare. Më thënë nuk e di. Po nuk e di dhe ti, ne nuk e dim që jo. Se di, do më thënë... Nuk keni as lloj marrëdhënie, as lloj shoqërie? Nuk kam, nuk kam marrëdhënie. Arsyeja? Nuk e di. As ti nuk e di? Shiko, unë të thash, gjërat që kanë ndodhur në Big Brother i kam lënë në Big Brother, kështu që me sa duket edhe... Me që se i ke lënë në Big Brother, jash Big Brother. Kam raport të mirë, flasë dhe komunikoj me Edisën. Dalo, ishim ke Livia, faleminderit. Jemi okej. Me Xhenetën kanë dalë spekulime sikur keni pasur marrëdhënie, a janë këto aludime të gabuara, a janë sakta? Janë super të gabuara, biles dhe Xheneta e ka shpjeguar të gjë. Ne kemi pas thjesht një bashkëpunim, çështje biznesi që thjesht nuk u bë dhe ka. Jo, se duke qenë se ke dalë me femra VIP dhe s'dim gjë, ndoshta edhe janë. Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, shiko vlla. Jeta personale është shumë e bukur të mbetet ashtu, por për sa i përket sa gjë, nuk ka asnjë lloj pike dyshimi që ishte thjesht çështje. E morëm jo, vazhdoj me ushtrimin. Ti e duke bë me hile. Ke thënë se Selinit ja ka bërë lojën familja dhe ka bërë një Big Brother familjar me disa deklarata tuaja si brenda shtëpisë Big Brother. Kush meriton se e meritonte finalen më shumë se Selini? A meritoje ti? Kush e meritonte fitoren sipas teje? Patjetër që unë e meritoja, absolutisht, dhe unë meritoj shumë të mira siç do të vinë dhe siç meriton shumë të mira Selin dhe të gjithë ish banorët e shtëpisë. Absolutisht. Kështu që jam shumë okej. Cili është personazhi Big Brother që mendon se ka marrë famën ose dashurinë e publikut pa e merituar?
Ideja le të themi që unë nuk kam qenë as komentator, as një mendim. S'kam qenë as komentator, as opinionist për Big Brotherin, kështu që nuk më takon fare. Mendoj se je një personazh i lirë që mund t'japësh një mendim të lirë për dikë që ti ndoshta nuk e pas një simpati aq të madhe, mendon se nuk e ka merituar. Vetëm frikë nuk kam për të shprehur emra. Jo, po këtu ta dal, vetëm frikë nuk kam për të ngrit duart. Do marrësh vetëm dënim me duket. Por nuk është rasti dhe Fationi për të thënë një emër për këtë gjë, se si takon fare në fund ditës. Ua. Juela. Tani unë me hile kam mësu... Kush të ka thyer zemrën që iku dhe të la? Për kë ishte dedikimi këngës Detaj? Kënga Detaj... Apo mërë të kishe për ne të dy? Për kë? Për ne të dy? Për ne të dy me larg qoftë. Ua, larg qoftë po, absolutisht. Ta them unë një herë, jo ti larg qoftë, e them unë larg qoftë. Nejse, kënga Detaj është një këngë që është interpretuar nga unë dhe tekstshkruesi është Stivi Ushe, që nuk e kam shkruar unë, po e kam kënduar dhe interpretuar unë. Kështu që është një këngë në të cilën si çdo lloj këngë tjetër mund të gjehen gjithë publiku që e dëgjon. Por nuk është për historinë time personale. Faleminderit aty. Kush është femra më të rese në showbiz sipas Fation Kuqarit? Da. Tu do japësh një përgjigje ti se? Patjetër. Angelina Jolie. Shqiptar. O zotri tani na japi përgjigje këtu. Shqipëri, shiko. Ne jemi në një studio që ka shumë njerëz të bukur. Kështu që të gjitha gocat e studios janë shumë të rejse të gjitha. Okej, pranohet. A them një emër? Vazhdo, Fation. Them një emër që ka në mendje Fationi, Ida Nurçe. Vazhdo, Fation. Juela, si ka qenë reagimi i publikut pas projektit tënd të fundit? Ka marrë shumë pozitive, të gjitha përgjigjet, sidomos në Instagram, kënga ime ka ecur, jam shumë e lumtur për këtë, dhe do të vinë shumë këngë të tjera për të gjithë publikun që më kanë mbështetur tani, jam shumë. Dhe ky ishte objektivim dhe patjetër që tani tutje do flitet vetëm për Juelën dhe zërin e Juelës. Bravo. Kaq. Pa të bërtitur, a? Jo, ta thash ishte mikrofoni i lartë, jo zëri im. Fation. Me im, më të lutem. Fation. A ke pas ndonjë konflikt me ndonjë personazh të njohur që ne nuk e dim? Jam pro, nuk është se kam qenë ndonjëherë të marrë dhe kur kemi qenë pjesë konflikt, debat. Jo personale. Jo, nuk kam një emër të caktuar. Thjesht kam mbetur brenda programit çdo gjë. Ti ka vetëm për dënime vëlla. Po nuk kam, pse do them, do bëj kod, nuk kam qenë kur Shirxhi e ti bie. Domethënë mos shikoni televizion e që jam gjatë. Po jo Shirxhi. Ka diferencë. Ti ngele duke bë me hile të dish. Kam mësuar nga Brikena unë me hilet. Unë nuk mësoj në jetë. A Brikena? Gjë. Çfarë është detaj që nuk të pëlqen fare tek një djalë në një takim romantik? Kur vazhdon dhe flet shumë për veten, për gjërat. Unë besoj që në takimin e parë sidomos duhet të jetë më misterioz, ta zbulosh më shumë se sa të flas. Preferoj veprat se sa fjalët, sinqerisht. Okej. Bravo. I bëj një pyetje. Do të bëjmë fund pakët. Do ja bësh tash. Në rast se ti ke një takim të parë me një djalë, nëse ju nuk flisni me njëri tjetrin për veten tuaj, si do e njihni njëri tjetrin? Po, shiko. Sepse ka diçka, dhe mua më ka ndodhur dhe ty dhe çdo kujt, kur veten në një takim që nuk flet, është boring dhe nuk veten një takim i dytë, ka mundësi shumë të ulet për vajtë takimi i dytë, kështu që do të flisni me njëri tjetrin. Po. Por unë preferoj që është më mirë të ndash për shembull eksperienca që ke bërë. Po, a i bie që flet për veten? Për veten i bie unë ishte referiment për karakterin. E kuptova. Dhe ka shumë që flas, o si vajza si meshkuj. Po, e vërtet. Të njëjtën gjë. Çfarë doli lajm Fation që do na martohesh shumë shpejt? A është aludima apo je beqar, a je në lidhje? Si kam parë? A je beqar, a je dashuruar? E shpiget ti tani Mateo. Unë zot jam shumë mirë Mateo dhe jam shumë mirë. Marshallah po. A je beqar apo i dashuruar ishte pyetja. Po, shiko, beqar me dashuruar. Nëse je dashuruar, ajo meriton që ta thush publikisht që po. Jo, jam shumë mirë, ndiem shumë mirë. Thjesht kaq, ndiem shumë. Ngele duke drejtë. Vazhdo. Ta kam thënë një gjë Mateo, e ta jap dhe një këshill. Jetën duket se po e bën dhe shumë mirë të gjën, se unë nuk i besoj shumë gjëra. Nuk besoj shumë gjëra që dalin në portale, po e bën shumë mirë një gjë, më duket, dyshoj unë. Jetën private mbaj për vete dhe duhet shumë i lumtur. Bravo, jam dakord. Jam dakord, kështu që mos më bëj pyetje për jetën time personale. Dhe mash të kjo pyetje aty.
mua mos më bëj Çfarë na për thua jetën personale. për projektet e tuaja në vijim? Çfarë do presim nga Juela? Juela Jo kështu po Girat, jo. punon shumë. Bravo. Si do t'i marrë kështu? Wow, lodha. Po punon, Atëherë Juela po po këndon. punon shumë në studio. Po bëj këngë shumë të bukura, shumë ritmike, me plot energji dhe mezi pres t'i ndaj me publikun, do të kemi dhe bashkëpunime, por dhe projekte solo. Kështu që jam shumë e zënë me foto, me videoklipe. Edhe i pyetjet fundit po për Juelën. Kënga radhës që do të Lodha. lançosh, do jetë një këngë dashurie? A ka A është dikush që ty të frymëzon? I dashur. A e ka gjetur Juela dashurinë jashtë Big Do Brotherit? të jap një përgjigje Jepja në të publikut. cilën të gjithë mund ta gjejnë veten. Çfarë Po do nuk e- ishte jeta pa dashuri? E pas ke gjetë dashurinë? Ti çfarë do të ishte jeta pa dashuri? Ti e di shumë mirë që jeta pa dashuri nuk ka sens. Ne duhet ta gjejmë dashurinë në çdo gjë. A e ke Vetëm me një gjetur ti partner. dashurinë? Unë jam e Tënde. dashuruar me jetën. Me jetën, me po, dikë, a je dashuruar Juela, mos skriptur, përgjigju. Jam e dashuruar me jetën, pra thash, bollë. Bukur. Ndoshta emrin, pseudonimit ja ka vënë Jeta dhe Po. është dashuruar me Jeta. Përshëndesim jetën. Edhe. Ishte gjithçka. Fation. Këtu janë kartë e Fationit. Ngel në dorë pa dashje, po do doja me të vërtet se ti bën një punë mrekullueshme dhe na ke dhuruar në Do t'i lejmë të gjirë. Bubble Bar, thash sa? Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Po, kudo në Shqipëri, se ka pa në plazh, ka pa kudo. Ja ku e kemi një të fundit dhe është dhe një ri që papet. Faleminderit. Te bloku Vasil Shando, që do jetë Bubble Pasticceri, do ketë pasticceri aty dhe shumë gjëra të tjera. Ta me mbërësira bashkë me ju, me Francesco dhe me Briken. Të hënën. Hapësh Më bërë dalje ti. Mateo do Uga i nati jatë, Fatione marrë vetë telefoni i Bubble Bar. Mateo do ikim thash apo jo, se ku do ikim pa ty? Ku do mbytemi pa ty? Fateo Kuçari, Juela, Mateo, Ratori. Sa i mirë është Manushi ta bën shopën pa lek. Juela, Faleminderit Mateo, je faleminderit gati Manush. kish për ta bërë neve një Po, surprizë atje ke absolutisht, profesori. me shumë Atëherë, kënaqësi. mbaj çik dorën këtu. Po. Juela dashur miq, është ajo që tani do na dhuroj momente muzikore. Le se marrim ne Fateo, i kamera. Pa. Faleminderit. Në Top Arena dhe maestro i cili është virtuoz i virtuozve në 10 minuta ka mësuar këtë melodi. Nuk e di si do ishte jeta jon pa ty maestro. Ore u lodha. Je i madh. Fatio Kuçari, ja. Do falenderojmë që ishe sot kena. Faleminderit shumë Rajova. Urojmë suksese, mos u largo se shkojmë Brizet Bërkena. Kemi një gjë, një fjalë për të Fationit. Veç kalofsh mirë suksese në çdo gjë. Faleminderit Si shumë. të duka intervista? Shumë e mirë, Kritikante. shumë fane. Ne ofrojmë një Fation ndryshe. përshëndes Ishte diçka, gjithë, pulsi ju të pafshim. qëndroni me ne dhe ju presim të pjesën tjetër. Një tjetër skuadër kualifikohet dhe ajo është USA, Amerika, Red Jupi Mimbroma, Gzim Cinemati Mimbroma. Paneli bëhet totalisht sportiv në këtë moment, sepse janë 40 minuta të sportit fort, kështu që Amerika, Jupi, gëzuar, mirë se erdhe. Gëzuar. Amerika tregoi Bëm sa diskutime këtu. Tregoi potencial edhe në këtë ndeshje. Është e çuditshme sepse është një skuadër që mbase nuk ka necësi shumë të madhe brenda, nuk ka lojtar me emër të mëdhenj që luajnë po themi në ato ekipet më të mëdha të botës ose të Europës, po themi. Por një skuadër që ka një energji shumë pozitive dhe ka një frym shumë të mirë dhe ka një besim shumë të madh, konfidencë shumë të madhe. Po të shikosh të gjitha, sepse me skuadrat që kanë luajtur deri tani janë ose i kanë inferiore, ose janë, po themi, janë aty për sa i përket cilësisë. Dhe për sa kohë këta të përballen me skuadra të cilat janë të këtij niveli që me skuadrat që kanë luajtur deri tani, ti je i sigurt që do t'i dominojnë. Sepse dominoi Australinë, unë mendoja pak më të balancuar ndeshjen. Duke menduar që Australia fitoi ndeshjen e parë me Turqinë, po themi, por deri në minutën e 60 Australia luajti për të mos psuar shumë gola. Pra për të mos i thelluar gola varazhi që mund t'i prishte punë për kualifikimin më mbrapa. Pastaj mbas minutës 60 e pa që edhe ajo mund ta vinte vështirësi Amerikën për po themi sepse është një skuadër që ka pikat e saj të dobta, domethënë ne flasim që kanë organizim shumë mirë, kanë energji shumë të madhe. Është skuadër e fortë, shumë fizike. Po është një skuadër që do ta shikojmë, dëgjoj Manush, do ta shikojmë me skuadrat pra në turet me kualifikim, me eliminim direkt. Do të shikojmë me këto skuadrat që kanë cilësi brenda. Aty do duket se sa do përballet, pra ky organizim perfekt i kësaj, kjo energji, kjo frym pozitive,
sa do di të zbusi diferencën teknike midis skuadrave. Do qoftë Meksik, Kanada, Amerikë nuk zhgënjyen. Janë përpara. Edhe me nivel futbolli si organizatore. Po. Të dorës dytë le qëm, janë me nivel të mirë. Jo, Meksika gjithmonë ka pasur ekipe Diçka dhe më mirë se Amerika dhe Kanada. Po, kurse këto të tjerat kanë konfirmuar një pritshmëri të madhe edhe të vendasve, po edhe të opinionit botror. Zim një analizë për ndeshjen, por edhe për lojtarët kryesorë. E para është një që ky është sukses Manush i llogaritur që 3 organizatorët do vazhdonin. Normal, e kuptoj çfarë po thua. Kurse për sa i përket ndeshjes, do të kujtoja një intervistë që ka dhënë Trumpi para botrorit dhe thoshte që ne do të shkojmë lart botror, por do të jetërojmë ata kundërshtarët që dorëzohen. Edhe për fat, kundërshtarët janë dorëzuar 2 ndeshje. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që 2 ndeshje të bëhen 2 autogola në favor të një ekipi. Po pra. Dhe janë bërë 2 autogola në favor të Amerikës. Edhe ndeshjen e parë, ndeshjen e dytë. Australia ndeshjen e parë me Turqinë, ishte ekip që la mbresa. Thuaj që ishte ekipi më i ri në moshë në botror, me 24 vjeç mesataria. Luajti futboll shumë mirë, kurse pjesa e parë e kësaj radhe e përcaktoi vetëm pjesa e parë që me nokaut. E fitoi Amerika dhe mbaroi historia e ndeshjes 2-0 që pjesë e parë. 2-0 dhe ishte histori shumë e pastër. Megjithatë do të thoja që do të bëja një pyetje Manush. Ti këtë llogarit për pretendent për botrorin. Kë llogarisun? Po. Amerikën jo. Spanjën ka Manushi. Spanjën ka qepu, më duhet Franca me fort të deri tani. Pyetje për Manushin. Jo, unë Spanjën, Francën, Anglinë. Edhe Argjentinë. Do të vendin Amerikës? Amerika do kaloj këtë tur. Do kaloj dhe tjetrin, pastaj ngec. Fitoi Amerika, mbaroi. Tonë që jemi për rrugë gjatë. Manush 8 më të mira domethënë. Do gjej Amerika si Australia sot. Po 32, 16, 16 më të mira. 16 po thon. Po jo, nuk është kaq, domethënë ata pretendojnë që të ecin gjatë, të shkojnë lart. Manush ja bëj dhe unë një pyetje gëzimit? Patjetër. Çu është pyetje mos përgjigje? Se besoj që bi dakord tani se kur marrëm me misionin, thashë Amerika do shkojë larg. Tani po thot gëzimi që Amerika 2 fitore të pastra, se kjo po rref Australinë, Australia rrafi Turqinë, po ja rikujtoj gëzimit. Po. Dhe a bie dakord? Unë ta kujtova ti, ti ma kujton mua. Jo, a bie dakord tani që a bie dakord tani që unë sa e thash. Okej, a bie dakord tani që Amerika me Trumpin është akoma dhe më e fortë? Ti kërë nga Shqipëria dhe s'po merr ekip. Ti do merr nga Amerika me merr ekip. E bi gjatë. Po bi që gjatë. Por sa i s'është Trumpi, është aktori portokallisa që merr ekip nga Amerika. O do shkosh andej, këtu s'vjen dot. Mund marrësh ekip në Amerikë, tu s'merr dot. Zimi, unë prandaj luaja në Europë, se luajat e më të mirët, për cilë eksperiencën tek Shqipëria, që do s'do, akoma nuk ka hyrë në Europë. Kështu që kur Shqipëria të vi tek Europa, atëherë do përputhet duro me Shqipërinë. Amerikën do ta shkojë. Pastaj nuk do jem këtu te studio, po do jem te stadiumi atje duke drejtuar Shqipërinë. Me Turqinë. Tani ta shohim çik edhe kemi një moviol njëherë ka Amerika thoshte të para golit. Çfarë moviole kemi ka Amerika se ka një rast duket? Proporcione shloje. Goli i dytë. Po tash çik goli i dytë. Me vëmendje ke monitorin. E shikon tani këtu, Jemin. Unë e pash live. Po ja ta shohim me detaje këtu. Se ka drejt gëzimi çik, se këtu më duket si offside po. E ndihmon se topi është përplasur te mbrojtësi Manush. Shive topi te goditja, ka prekur mbrojtësi i Australisë. E ka bërë golin ky që është lojë, jo ai që është përpara më, ka bërë ky. E ka bërë ky tjetër, po. Jo ai që ishte përpara. O zotri. Po sun gatroni. Kushdo që e bën golin, ja, a ky nuk është pozicion. Nuk është ky, nuk është ky. Ja, ku është? Ai është 1 metër sa. Është në lojë. E vetmja gjë që nuk diskutohet. Po presioni ke portieri që bëj tjetri. Ai sarin fare. Është mbrapa, nuk është në lojë. Lojtari që shënon golin është. E fali si qiti vari aty 1 metër mbrapa, mos e na viti. Jo, shiko, unë jam këtu me Manushin, sepse ai është në lojë. Por shihni nga fillimi i aksionit, lutem. Oh, komplot. Manush, 1 sekond. Nga fillimi. Stop. Këtu. Tani fal pak. Po. Ku e ke 1 metër brenda, më është lojtari ky. Sakt, Manush. Po është këmba më hapur brapa, nuk është 1 metër 90 cm. Jo, po ndryn lojtari tjetër që është offside. Amerika gjithë në aksion. Ndryn aksion. Ndryn në aksion ai sarrin dot ku portieri. Po jo, influencon do të flasin Lenci tani. Po jo më hidhet portieri pa Klodi. A vjen momenti do të flasin Lenci, jo? Jo se kemi këmbyer role tani. Kjo Lenci po çoj, po Lenci do të Jemini. Lenci po i thoshte Manushit hajde te vendi im. Është vetmi moment që nuk ka diskutim vetëm pozicioni i lojës sepse del në mënyrë automatike.
I vetmi diskutim këtu është a lojtari tjetër a ndikon te portieri, sepse lojtari tjetër që është para, është në pozicion e shloje ky. O zotri, unë i kam syt në ball. Qofse se kaq mirë në ekran. Qofse ka një lojtar tjetër amerikan në mbrapa s'po e shoh. Po, ça shoh unë? Australian, qa shofun me sytë e mi? Po pra, kjo është grafika. Jo, këtu e kanë fshirë ata sulmuesin. Manush, ke drejti, këtu e kanë hequr tani. Atë lojtarin që influencon. Jo, ish. Ore, po fal pak më. O zotri, kush ky lojtari që nxori offside? Ku ka në mes? Manush, ky që os. Ai që bën golin. Nuk është as loje. Se ke filluar me këtë angazhimet fare ti këto kohë fund. Prandaj ka skandal. Ore zotri, stop. Një sekond. Golin e bën lojtari që është në qendër. Po, ai tjetri mbrapa ndikon. E mban me këmbën e djathtë atje. Tani, unë ta thash është në ekran këto apo s'është në ekran ai lojtar që e mban? Jo, mor ku e ke atje, ai te krau atje. Atëre, pse lodhesh kota tani kur se s'ka punë fare në aksion po. Ja kush e mban. Jo, ta bëj ndërhyrjen se ka drejt Manush. Ai se pengon portierin. Jo, Oredo, ka drejt Manush. Ma ktheni pamjen finale, stop këtu. Ku është lojtari që e mban lojë? Kush? Lojtari që e mban është ai atje. Djathi si verdhi. Djathi. Ore do të shojmë atje se po Manush, ai lart fare. Tani avancon se ka ikur topi. Jo këtu se këtu ka ikur topi. Kthe. Po Lenc, po ta bëj pyetje. Ai andej. Ka të drejt Lenci, vazhdoj. Po pra, tani mos u merr. Jo, ta bëj pyetje unë. Edhe pengesë gallatu ty këtu mos u merr. Po Lenc, vazhdo, hajde. Prit se po pyet Klodi. Po ta bëj ndërhyrje. Ky lojtari pas këtij domethënë që është afër portierit, që është pozicion jashtë loje. Ja, shikoj. Ky lojtari këtu. Që janë të dy pozicione. Po ky tjetri këtu, shife në vazhdim në aksionit, ky ndikon dhe bën presion te portieri. Nuk ndikon. Shife. Ka vrapuda ai te topi. Klodi. Janë 2 me 1 te portieri. Ndikon te portieri sepse portieri është para ti 1 metër, s'ka punë fare me atë. Portierin, avokati i quhet para ai, nuk është jashtë loje. Po ndikon në aksion. Topi drejtohet në port. Po shkojnë në port. Topi s'ka vend në port, aty akoma dhe. Po janë 2 vetëm që i bëjnë presion për portierin, nuk shef një, shef 2. Ndryrë ai quhet goditje ndryrë kur topi vjen në port, ai shikojnë që portieri. Unë prandaj po pyes Lencin se është kompetent për këtë. Atëre, edhe aty që thua ti me që çove, nëse lojtari që është pozicionuar është jashtë zonës së 5 metrave, nuk është prapë sepse portieri ka hapësirë për ta parë topin. Këtë po sqaroj. Ai është edhe aty është jashtë zonës, kështu që s'ka lidhje fare. Është jashtë zonën. Nëse topi shkon poshtë. Atëre, para se të kalojmë ke Brazili, një kronik speciale e Brazilit për të rregulluar çik atmosferën këtu në studio. Joela ke marrë shumë komplimente se më vin mesazhe për këngën tënde, urime. La Isla Bonita. Casey, të kafa duke bërë mesazhe në orar të punës. La Isla Bonita. Rikthehemi sepse një tjetër pretendet e rëndësishme luan, çfarë luan Brazili? Në 2:30. Në 2:30. Ndjekim një super kronik të Brazilit dhe këtu duhen diskutime të zjarrta. Ida Nurçi është tifozë numër 1 i Brazilit studios. Në rolin e ne. Brazili i shumë pritur. Ida do duhet të nisem me ty, do të flasim edhe me çunat pastaj po. Sa ta shjoj pak Del Piero. Më intereson pak. E diti që më ka kthyer Del Piero mesazh mua? Po bëj edhe unë pak si këto gocat e shubizit. Në çkon tekst. Unë kam pas shumë qejf Del Piero kur lunte me Italinë dhe unë jam tifoze e zjarrt e Juventusit. Po? Kishte ditëlindje dhe unë bëj një urim në Insta Story. Dhe ai më kthen përgjigje thank you very much. Serio? Po nuk e bëra publike kur. Po pse se fillove këtë marrëdhënie? Jo, këtë komunikim. Sepse e 4 fëmijë për një libër. Jo. Ka dhe 4 fëmijë. Fal, sorry, fragati. Këtë shoqëri këtë njohje në aspekt shoqëror, sa i shumë king. Brazili. Brazili, atëherë unë jam më pëlqen shumë Brazili si skuadër, më ka pëlqyer sidomos Brazili i vitit 2002. Besoj të gjithë ne që jemi këtu në studio e mbajmë mend se sa skuadër e bukur ka qenë Brazilia asaj kohe. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, ka qenë treshja sulmuese fantastike, domethënë. Kurse tani e shoh dobët, kemi shpresat e Ancelotti, duke qenë që është një nga trajnerët më të mirë dhe është një nga trajnerët që ka fituar 5 kupa UEFA Champions League me sa diun. Dhe shpresojmë që të eci mirë, por një skuadër që ha gol, nuk mendoj se i ka gjasat të mira që të eci për para. Këtë që e një urim për ditëlindje nga ata që kemë brava kokës. Shipi qiki kemë brava. Me që Del Piero se e këtë shuar. Asnjëri. Asnjëri në këtë? No.
Nuk janë mashkullor sa duhet. Nuk janë mashkullor sa duhet. Analizojmë pak skuadrën, sepse mendohet në fakt që do bëhen 4 ndryshime në formacion për ndeshjen e radhës të Brazilit. Juve. 4 ndryshime mund të jetë 5, nuk e mbaj mend tani për këtë kraun e djathtë. Cilat janë ndryshimet? Ai Casemiro një herë Riku, vjen Fabinho, është i sigurt. Po Fabinho, kjo është e sigurt. Edhe Cunha. Ja ku e kemi Redo. Ta shohim çik bashkërisht. Po kjo është formacioni. Është diçka që aludojmë neve, redaksia e Top Arenës. Jo, është sepse është një faqe që i nxjerr. Është e konfirmuar. Në të gjitha herët që ka bërë Alisson Fort, ka dhënë Marquinhos formacione. Gabriel në qendër mbrojtjes, kanë qenë të sakta Danilo Douglas Santos. Pastaj janë informacione që i kanë marrë nga esanca servitore të skuadrave. Atëherë në ndryshimin e ndeshjen e parë Manush, është Fabinho në vend të Casemiros, është Cunha në vend të këtij Thiago si ishte, është Danilo që nuk luajti ndeshjen e parë dhe nuk e di ky Douglas Santos tani nuk e mbaj mend luajti ndeshjen e parë. Do të këta të katër janë ndryshimet. Kurse pjesa tjetër janë gjithë të konfirmuar. Po ka ndryshim dhe në rreshtim. Rreshtim do luajnë 4-2-3-1, nuk do luajnë kështu domethënë siç e kanë vënë këta. Po, ndoshta se mund të jetë Rafinha në krahun e djathtë. Po, 4-2-3-1, kështu duhet ky informacion krahasim me parën. Hajde kalojmë çik analiza. Shko pak, ata erdhën te formacion. Ancelotti është një trajner i cili ka, do të thënë, është njëri bindjeve të forta. Do të thënë, është nga ata trajnerë si Capellos, po themi Ancelotti, janë që e zgjedhin ekipin e tyre, e zgjedhin që në gusht, po themi kur flasin për klubet. Pra zgjedhin që në gusht dhe me atë ekip luajnë gjatë gjithë sezonit. Por ama këtu i ndryshon si specifika, sepse ai në raport me ndeshjen e parë, në bazë performancës së lojtarëve dhe duke parë që disa mekanizma nuk funksionuan, sepse fati i Brazilit është që luajti me një nga skuadrat që do jetë pretendente. Pra Maroku është një nga 8 skuadra më të forta të këtij botrori. Pra dhe bëri një test të vërtet në kuadër të kualifikimit, se kjo është ndeshje që do i blen ishte me pik, por ama që një test i cili i tregoi si duhet të rreshtohet skuadra, çfarë spesori duhet të ketë në raport me kundërshtarët. U pa që Casemiro nuk është në gjendje e tij më mirë, nuk është ai Casemiro i Real Madrid që ky mendonte. Fabinho nuk e di tani sa do t'i përgjigjet, por besoj se e ka parën dhe shumë alternativa nuk kanë atë pozicion, në pozicion e mesfëshorët qendrës. U pa që Paketa nuk funksionoi, pra është lojtar i cili ka bërë disa hapa mbrapa po themi në... A bite me Ancelottin që të ndroje 4 veta një skuadrës, sa i pa qartë pas ka qenë ndeshjen e parë, nisi Ancelotti, po kjo që ka tani është thelbi i gjithë gjës. Se nuk i ndodh Ancelottit kjo. Prandaj po them, ai mezi ndrote njëri në jetë formacioni kjo që po thua ti dhe që përmendi dhe Redi, mendoj që ato bindje që ka pasur Ancelotti përpara se të vitet e Brazilit si trajner, duke i besuar lojtarë si Casemiro që ka pas një nga Benjaminët e vet tek Real Madridit, por duke mos qenë me klubet për ditë Ancelotti, duke mos e pasur si të Reali, besonte që do të ishte po ai Casemiro i Realit. Por vitet kanë ecur dhe siç e tregoi dhe ndeshja parë, nuk është më Casemiro në lartësinë e një Brazili që do të fitojë Kupën e Botës. Ai ka qenë skuadër, besoj ka pas si pro Casemiro aty. Jo, e ka ekspert që i thon ka teknik. Manchesteri, Manushi që është komplet ndryshe, te Manchester United. Edhe Manchester United Casemiro nuk është që po shkëlqen që po 3 muaj s'ka luajtur fare. Kjo është dilema. Ka bërë ai dhe ndeshjet e para botrorit. Po dhe kjo është dilema dhe fatmirësisht Ancelotti, prandaj shuhet se ka eksperiencën me vete. Kalendari ka rezervuar sot edhe Haitin. Dhe besoj që sot Ancelotti vendos piketat e formacionit që do të ketë në vazhdim si titular. Kjo do t'i japi shumë, sepse mendoj unë tani, nga eksperiencë, kur los me një ekip të vogël si Haiti në letër, dhe duke fiton dhe besim, duke shënuar dhe gola, lirohen dhe gjithë lojtarët e sulmit, atëherë rritet dhe besimi në ekip, por paka shumë kapen dhe pozicionet e futbollistëve në fushën e lojës. Dhe ky Luis Enrique në vend të Paketas, Luis Enrique. Po ja ku e kemi. Po ta vëmë re, kjo është Manush thelbësore se ka bërë 2 ndryshime në mesfush. Të dy, si Paketa dhe si Casemiro nuk ju përgjigjen. Ka bërë 4 ndryshime, do shihni Spanjën. Spanja asnjë ndryshim s'do bëj, vetëm Gavi do heqë. Kush do mbrojë? Janë 6 lojtarë. Jamal me Nico Williams. Jo, që në fillim. Jo, po kur do luajnë ata në ata janë marrë janë të vrap si do luajnë. Jo, të dy do rikthejnë. Gzim. Sa doj zotit e Ancelotti, magjistar qoftë, me këtë ekip nuk dirë kampion botën. Këtë mendoj dhe unë. Sepse Brazili me yje, me kampion bote, nuk ka rritur atje. Tashin e dim shumë mirë. Është vetëm ky lojtari më i mirë i Brazilit është Ancelotti. Gjithë kanë shpresë Ancelotti. Nuk bazohen fare ke fusha. Më përpara kishin hyrë në fushë dhe thoshin kemi këtë. Sot besojnë Ancelotti.
Çfarë bën Ancelotti? Bën magjira. Çfarë lojtarësh kanë përse na pite ti? Çfarë lojtarësh janë? Rafinha, Junior, Marquinhos, Gabriel, ai Fabinho është edhe lojtari si po e kanë pa që lush klasë. Anglia, Franca, Spanja kanë lojtarë shumë më mirë se këta dhe nuk janë sigurt do e marrin. Kanë dy formacione. Kush do markojë aty? Çfarë do bëjnë Ancelotti? Gëzimit që Brazili do shkojë lart. E di çfarë specifike tjetër ka pas Brazili? Që ka pas super ekip. Dhe s'ka pas as trajner as portier. Po tani thon Ancelotti ka as trajner as portier. Çfarë do të thonë kjo? Po pra penalizim që ka fituar 6 kupa botë. Jo penalizim që gjithashtu mund të vijë Brazilit është edhe Media Rose, e cila ka disa ditë në fakt që diskutohet për Brazilin. Lorenz. Fiks nuk e dëgjova fare pyet. Media Rose. Ma nuk e përsëris. Se ma bëni shumë shpesh këtë gjë, vërtet do mërzitem. Më fal. Një penalizim tjetër Jo, që i është bërë, që mund të bëhet Brazilit, është për shkak të Media Rose që po përflitet në fakt këtë ditë për presidentin. Diskutuat edhe në radio me presidentin. Do të Verdhi Jemini këtu, Francesca. Jo, të kuqe edhe Verdhi. Okej. Jemini edhe nuk e meriton Francesca ta mërzisë. Si mund ta mërzirë një gol? Hajde ndërkitje për Francesca. Francesca, po ti je yll dritë më. Ti nuk ti fare. Se Brazili nuk është herë parë që ndodhin kështu kronika roz, se këta janë vetë natyra janë roz këta. Këta janë kronika roz dihen. Ke pasur aty dhe Adriano kur ishte dhe Neymarin që këtë kishte gruan ndaj kishte të dashur, nuk është, po tani. O zotri, që të vi deri në nivel historik jo. Deri në nivel presidentit paguaj me lekë e federatës, dhomën e të dashur s'ka problemi. Ajo që diskutuam sot e Top Albania ishte se ky nuk shqetësohesh, gjithë presidenti, ky çeka dhe ti zguxon tregosh këtu nga ne, po të shkon gjithë presidenti. Jo, po ky gzim, ky ishte edhe çuniri i presidentit, ishte që gjithë lekët e presidentit është këngë futbolli. Se di, po kjo është edhe populohet. Si shkojnë lekët? Pyet Klodi. Ky i Brazilit thotë që i ka paguar me lekët e vet ato gëzimet e saj. Ta saj, po të gruas? Se dhe grua. Baça protokolli. Po këtë penalitet fakt. O Lenci më fal. Jo the brenda Brazilit se s'ka punë FIFA me çabo ky. Manush. Ne merrem me presidentin e Brazilit. Para kjo s'është. Po të dish ti sa janë shpenzimet e Infantino sot në botror në ditë. E dëgjova, po, frikë. Lëvizje, gjëra, shpenzime. Charter me vetëm security, 8 bodyguard. Një botror se po pret 50 miliardë euro. Shpenzimet e Infantinos. Të merr. Ti di merresh me të dashurën e presidentit Brazilit. Për Brazilin nuk bie më në këtë kurth. Ma ka ngritë të kurth Glendi. Avokat, kthehemi ke futbolli. Për Brazilin prap. Për Brazilin, jemi ke Brazili se skuadra madhe presin. Unë do jem çik më radikal se të tjerët. Me Brazilin kam qenë tifoz dikur, po e shikoj si ekip të plakur. Se more? Nuk e di pse i ka zgjedhur. Janë lojtar, po ti shikosh 2 lojtar lozin në Rusi. Lojtarët e tjerë lozin në Brazil ose në shpëtoj vetëm portierin, 2 qendërmbrojtësat, Kunjin edhe Juniorin. Të tjerët janë të gjithë lojtarë. O ka në emër që të doje të ishte këtu, po nuk e një. Ka plot të rinë që si ka marrë, ka lënë Joao Pedron që është krim, lë Joao Pedron në këtë moment, jashtë fushë edhe sigur për Neymarin, mund të ta zvendëson me një lojtar tjetër. Neymar për mua është gënjim, vjen për reklam, vjen për dëshirë të popullit, për reklama. Nuk e di. Po jo, se si lojtar nuk është i keq Neymar. Me Santosin e kam ndjekur në kampionat, nuk është fare në formë. Ai po të gjë të mirë Neymari, po është bashkë. Po është realisht nuk është parë edhe Santosi nuk vjen, edhe është lojtar. Po ta krahasoj pak me këtë të Romës, me Argentinasin e Romës që dëmtohet me një ndryrje. Është pa lidhje. Për mua do kaloj grupin këto, por që në ndeshje direkte me ekipet e forta është jashtë. Mateo bën parashikimin për gjithë Bastexhit. Brazil-Haiti, rezultat kok Mateo Borri. Brazil-Haiti. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Për mua. 5-1. 2-0. Po janë historitë veçanta, jo më kot në botror pastaj shfaqen edhe Jo se ky trajner nuk ka qenë, se thash portier, ky trajner nuk ka qenë asnjëherë në Haiti për shkak të situatës që ka Haiti, është francez dhe e ka drejtuar gjithmonë pa qenë asnjëherë në Haiti. Unë se di ku po mbledhen e federatës ta. Është pak e çuditshme. Ky se ka atë halli që kishte presidenti tjetër për të marrë të dashurën e vetes vesh jashtë. Kjo është pak e çuditshme, Kanë hallë të tjera në Haiti. Një rast i rrallë, por që Haiti luan botror. Do e drejtoje ti Haitin pa shkuar asnjëherë atje? Po nuk më që i lirë këtë për. Po nuk mendoj se do ndërthureshin shumë gjëra pastaj që gëzimi pastaj. Kur do vi në mod, kur do vi moda e trajnerëve shqiptar? Si mendon ti në arë ndërkombëtare? Po trajnerët shqiptar në mod janë,
shqiptar edhe ndërkombëtare. Kë kemi ne shqiptar ndërkombëtar? Besnik Hasi drejton sapo firmosi në Superligën turke. Po, super. Me një ekip që ka luajtur dhe Redi kur kemi qenë në Turqi me Diyarbakir Sport. Ai do të rritë për Hasin sepse është me vërtet ndryshuar emrin. Tjetër Ilir Daja në Europë ka lozur me Ballkanin. Grupe, Ballkani së Shoro, Ballkani i Shqipëri. Po në grupe janë, këto janë trajnerë shqiptar. Po thotë tjetër, kur trajner shqiptar i rëndësishëm në botë, siç që një kohë Jugoslavët e këta. Maksimumi Kosovë, Maqedonia. Domethënë Besniku drejton. As Besnik Hasin mos e llogarit. Pse mos llogarisë? Po ç'pun kemi Po Anderlecht më kampion e Belgjikës. Hasi ka formim tjetër, ka origjinë tjetër. Qa Besnik Hasin në trajner shqiptar. Po ç'është edhe Xhaka, se edhe Xhaka trajner. Okej. Edhe Xhaka ashtu si lut trajner. Jo, Manush, kjo pyetje jote do shumë, do thënë shumë është kjo trajner shqiptar. Neve nuk kemi bërë një shkollë futbolli. Skemi çfarë skemi? Ne nuk kemi bërë një shkollë trajnerësh. Pra nuk kemi një shkollë trajnerësh. Profili trajnerëve tan janë autodidakt vetë bërë, po themi. Këtu ka një trend tani që ka, po themi, janë 1-2 trajnerë që po bëjnë ca ndjekës dhe ca pasus, që po të shikosh kanë terminologji të ngjashme, metodik të ngjashme etj. Por është parë që kjo nuk ka qenë një frym, po themi, ose një shkollë ose një rrym, e cila të çaj këto kufit e brendshëm, sepse as Kosova, as Maqedonia nuk quhen aman më buri dhe ti prit se është temë tjetër, nuk është tema që po bëje ti. Pra kjo problemi është këta trajnerët tanë. Fal, vazhdore. Vazhdo. Por zot e madh do vija këtu, do të kërkojmë ndjesin do bëja kështu. Ule kokën. Ta bëjmë skenën. Ule kokën si ishte gjumë. Bëj kokën. Tromu. Bëj kokën. Kërkoj ndjesin. Atëherë. Se nuk e kemi ne akoma një shkollë tipike shqiptare. Nuk është bërë, e para njerëz se nuk ka qenë tradita. Nuk është krijuar kjo shkolla futbollit, ka pasur mangësi kjo shkolla e trajnerëve që neve kemi. Jemi munduar pak të kopjojmë ta italianët me atë defensivizëm, me atë rezultatin etj, me lojën gjithmonë me frikë për të mos humbur, gjithmonë për shtyr javën, dhe kjo nuk ka krijuar një trend në futboll pak më shumë se futboll vendas. Trajneri i rëndësishëm shqiptar i gjitha kohëve, mund mbetet Hasi. Po kjo s'më intereson fare. Tani mua më intereson kjo pyetje që bëre ti. Kur do bëhet kjo? Kjo do një politik të thellë dhe të gjerë, sepse çuarja e trajnerëve tanë atje do bëj që të shkojnë dhe më shumë lojtarë tanët atje. Po kuptosh çfarë do të them? Pra duhet një strategji për të bërë një ekspansion të futbollit ton nëpërmjet trajningut edhe lojtarëve të gjithë bashkë. Manush, te kjo që po thotë Redi, po, që normalisht ka te shumica atyre që tha ka plotësisht të drejtë, po thjesht nga ajo që unë e kam prekur dhe jam aktualisht në terren si trajner futbolli, duke ndruar dhe shumë ekipe këtu në Shqipëri dhe në Kosovë të Superligës, shkolla e futbollit ekziston në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe jo më kot licencohen me shumicë trajnerësh shqiptar në Federatën Shqiptare të Futbollit. Nga licenca ata janë temis për procesin dimër këto. Se ja bitëm dhe Brikenin, Mateon e gjithë. Pra po, Manush, te kjo aktualiteti, e vetmja gjë që mungon në Shqipëri është ajo mbështetja që duhet i bëjnë trajnerëve shqiptar dhe besimi për t'i ofruar, si që ofrua më së fundmi, trajnerit italian Maran, që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë, përveç se ka trajnuar në Itali dhe merr direkt kontarin e Shqipërisë. Stop, Gzim Sinemati ka pyetje për veten e vet dhe përgjigjet vet. Jo. Ke pyetje tha, edhe përgjigje thash. Kam një pyetje edhe përgjigje. Tani flet për trajnerë shqiptar. Si çfarë niveli kanë futbollin ne? Cila është pyetja? Për çfarë nevojë kanë për trajnerët tanë? Çfarë niveli kanë gjithë vite futbolli jon? Çfarë do shesësh? Ku do shkojë trajneri jon? Po pra Gzim, këtë po them, nëse ti beson një trajner shqiptar. Në çfarë niveli është futbolli jon dhe sa trajner neve japim licencat? Gzim, është kontradikt shumë e madhe. Po pra ne duhet të jepshim shumë pak licenca, po japim shumë. E the ti, me shumicë. Po, bravo. Se japim me shumicë? Futbolli është me pakicë. Kaq futboll na kanë ngel. Po pra po Gzim. Se japim licenca me shumicë, ne i futboll me pakicë. Gzim, the përpara. Na keni kthyer hallet e procesit në botror. Kosta, formacioni i Marokut. Në orën 12 luan Maroku me kë? Me kë luan Maroku 12? Sa ta gjej? Nuk e di me kë loz. Atëherë ndërkohë që ai gjen informacionin, Hollanda është nga skuadrat që ndiqet shumë në vendin tonë. E pyeta gjatë reklamës, gjatë të kronikës së Redjupit nëse ka shanse të kthehet Hollanda, po ai është shumë i prerë dhe përgjigjja ishte që nuk do i pëlqente tifozëve shumë të hollandezë.
Më tha, nuk është ky botrori i Hollandës. Pse Red Jupi nuk është ky? Do të në mënyrë kategorike. E prisja pak më ndryshe. Prisja që disa nga lojtarët, për shembull Malen bëri një kampionat shumë të rëndësishëm me Romën. Dhe unë jam habitur në fakt që një lojtar kaq i rëndësishëm sa që shfaqej në kampionatin italian, të kishte humbur nga kjo panorama europiane, si ka mundësi thash. Po pastaj pash dhe këto komente dhe kronika dhe gjithë të thoshin që është lojtar i cili vuajti për të gjetur vendin e tij te Aston Villa, pra nuk që lojtar titullar atje. Nuk që lojtar, por dhe tani kjo ishte kurioziteti për të parë disa nga ata lojtarët e rinj, pati edhe disa largime të rëndësishme, dëmtime të rëndësishme përpara këtij europiani, që e bën një skuadër, po themi, jo të madhe, e bën skuadër normale. Kjo është, sepse Hollanda e bukur jep ngjyra, jep ndryshim kampionatet se gjithmonë nuk llogaritet 18, po është nga ato skuadra të mesme që mund të mëdha, domethënë. Kjo është bukuria e Hollandës, ka që gjithmonë ka qenë shumë intelektual, ka qenë shumë rafinuar. O Manush, mua më bëri përshtypje një diçka për Hollandën që kishin fagur një ditë në radio dhe tha që në Hollandë, që ai jeton atje, nuk dihet fare atmosfera e Hollandës si ekip. Madje kur luajti Brazili me Marokun, tifozët marokenë në Hollandë, domethënë ishin më të zjarrt. Në Hollandë tifozët janë e çuditshme kjo dhe mua më bëri përshtypje se në Amerikë ishte shumë tifozë holandezë që ishin. Kjo dhe mund duket e çuditshme valla se holandezët bëjnë zhurmë kudo që janë. Nuk e kanë me atë zjarrin e tifozëve futbollit. Ka ndryshuar, më nuk janë më vitet 70, më kupton? Ka më ata kanë ngelur akoma te Cruyffi. Nuk janë më vitet 70 më. Mbaron me Cruyffin e me këtë? Si se më men. S'është më tjetër. Irlandezët janë atmosfera. Edhe Van Basten se ka pas disa Hollanda dhe aty kanë ngelur te Rijkaard Van Basten. Ata janë mësuar me nivele shumë të larta. Ata janë mësuar me skuadra që kanë dominuar futbollin botror. Ata nuk mund të kënaqen me një skuadër të mesme. Më kupton? Ky është problemi i Hollandës. Jemi në vizitë në Ajax, ultimi i radhës i grupit procesit, e dini? Është Francesca këtë radhë. Ajax. Nuk mund të kemi tabelën me oraret për nesër. Edhe ide do bëjmë një kështu. E kemi tabelën për nesër? Po, besoj që e kemi. Atëherë çfarë ore luhet dhe kush luan? Përfundimisht i shohim se çfarë natë e frikshme na pret. Nesër është pushim, kështu që futboll dhe gjumë. Skotësi Marok në orën 00, Brazil Haiti në orën 3, Turqi Paraguay në orën 5, Holland Suedi në orën 19 dhe Gjermani Bregu më ndihmo Manush në orën 10. Bregu i Fildish në orën 22. Bregu më ndihmo Manush. Bregu i Fildisht. Brazili luan në 2:30. Vetëm një Pra, kujdes orarin kur të vini zilen. Jemi në batutat e fundit për sot. Formacion e Marokut? Po. Bono në port. Po. Mazraoui. Po. Riyad. Diop. Hakimi në mbrojtje. El Ainaoui. Po. Dhe Buadi në mesfush. Po. Pastaj kemi El Kanous. Po. Janë emra arab. Jepi. Unahi. Diaz. Po pra. Po. Dhe pastaj kemi Saibari. Po mbreti si quhet? Kush? Mbreti? I Marokut? Mbreti i Marokut. Zog. Se di. El Marok. Nuk ka, unë e di që është në konflikt Marok. Brikena, qa keni të fundit për neve sot? Atëherë, Manush, është hera e parë e Uzbekistanit në botror, dhe është pa një tifoz, një fëmijë i vogël i cili po çante se skuadra po mundej në stadium, edhe tifozët e kundërt janë nisur të thonë Uzbekistan, se deshin me ngushëllu. Dhe ka qenë një moment shumë i. E ke video? Po. A ose burr që ka kjo, bravo Brikena. Tifozët kolumbian të rristin në Uzbekistan. Shumë e bukur. Ja pse vlen botrori. Ida. Ku ka më bukur se botrori? Çfarë lexohet në këtë fundjavë? Jepi këshill, të lutem. Çfarë lloj libri të marr në këtë fundjavë? Po me që e nisëm me ndarjet, të lexojmë për dashurinë. Të marrim pak dashuri, se kemi nevojë për dashuri. Jep një strofë për dashurinë. Më kape ngushtë. Je vetëm ke ndarjet që përgatitur, ke dashurinë. Vetëm ai Brazilit ka ngushtë dashuri. Ndarjet pjesë e dashurisë janë. Pas ka gëzimi një vjersh për dashurinë. Kam diçka për Manushin. Tha Manushi çfarë që na pret një natë frikshme. 3 neshje luajmë kur Manushi do jetë në gjumë. Këtë mendoj që unë jam robot, këtë mendoj që më mbaroj të ikë 3, si shumë dhe të 3 ndeshje. Atëre, i vjen që ka problem. Qa ka mos me kuptu? Jemi para penaltive. Po vjen me penaltit një gjë shumë e surprizë, lezetshme,
sepse Brikena do marri pak protagonizëm tek penaltit. Kaq për momentin, në të ardhmen do i them më shumë. Mateo, je gati për penaltin? Gjithmonë Ka gati. po komunikon në këtë orë se më shkatroj me fancat e tuaja në këtë orë? E familjarët. A familjarët, çfarë thon ata? Hajde shpejt. Na ndjekin. Se mos thot mami je pa presin ngrënë. Elbasan. Zonj, ka ngrënë sup, mish pule, ke atë fare. Mos u shqetëso për Mateo se është duar të sigurta. Publicitet dhe penalti, qëndroni me ne. Hajde Dani, se na shkatro. Ja ku jemi dashur miq në mbyllje të Top Arenës, momenti është i penaltive. Penaltin e parë për sot ekzekuton Ida Nurçe. Si Del Piero Dërgjush. Si Del Piero Dërgjush. Po do ta humbu Ti zja me ke takën. shansin që mund të heqësh të takën aty fare, ashtu siç e Ta ke. heq takën? Pam. Ah, kjo është Ida që dua. Pa. Ida. Shumë vështirë. Po më vë në vështirësi shumë të mëdha. Një femër nuk Është nona për të punë. Penaltina e dytë, Juela. Unë do ta bëj me tak. Juela, shpejt e shpejt. Oh, i që mos e pas e thjeshta. Juela gjun me zonë. Kuta dia, Edhe një po s'po do një talent Edhe të një ri. tjetër se gocat sot që kanë nam. Manush, unë i kisha këshillu një gjoj Juelës. Ha zemra. Provo me bërtit me zonë, ndoshta topi shkon me. Po ti e pesa bërtita fare, s'kam nevojë të bërtas. Ja, bravo. E sot, ekskluzivisht për ju. Do vi një penalti e gjuajtur në mënyrë mjeshtrore. Do thoya ekzekutuar nga jo dhe vetëm ajo. Francesca Ruste. Tani Manush, Brikena thot që një diva e vërtet nuk e gjuan kur vetë topin, po megjithatë kjo diva është mësuar që gjërat gjithmonë i ka arritur dhe i ka bërë vetë, kështu Që gjuan dhe topin dhe shënon. Bravo! Jemi, ju tjerët dini ngrofurin dje. Hajde se do të këndoj, muzik. Ngrofimin. Afro që këtu zënusha jon, falenderi që e sot, je mrekullueshme, me çaj mbyllit? Apo vjen. Apo vjen. Vetëm Apo të vini mrena dhe mbyllit pini apo gol. vjen. Faleminderit. Mrekullueshme Top Arena, ishte gjithçka për sot. Juela, suksese dhe të presim prapë. Ida Nurçe me një duar drogite se në solli poezinë. Ishte për ndarjen, po fakti ishte për dashurinë. Kë kemi tjetër? Janë grupi jon, Klod Duro Fëshioni, gocët si e mbyllin. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoshët deri në këtë pikë të mbrëmjes. Duka falenderuar miqtë dhe të ftuarit tan. Mbas do shihemi nesër. Jemi nesër në orën 9 dhe kaq që kishte për sonte e dini unë.